moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjedo bashe muji. Shikues nderuar televizionin shqiptar të Amerikës, ju përshëndes, jemi në emisionin Historia Shqiptare. Të ftuarin sot e kemi shumë të rëndësishëm. Është një personalitet i politikës, por dhe veprimtarive komunitare shqiptare. Duhet ta falenderoj për gjithë kontributin që ka dhënë në vite. Është një kontribut jo personal, po është një kontribut që ka punuar në grup, me ekip, por që ka mbatur dhe mban përgjegjësinë e asaj politike shqiptare të cilën ju e dini që gjithmonë është e trazuar. Është një person që ka qenë dhe vazhdon të jetë në parlamentin shqiptar mbi 16 vjet, me shpresë që të vazhdoj edhe në vitin që në zgjedhjet e 11 majit e në vazhdim, pasi është përfaqësues i partisë PDU-s, pra Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, ose të ndryshe partia që përfaqëson qamërinë shqiptare. Edhe ky është i nderuari Shpëtimi Drizi. Mirë se ke ardhur. Faleminderit. Duhet të të falenderoj edhe këto janë fjalë zemre, pasi unë besoj se juve jeni i dashur, i mbështetur, i suportuar nga çdo shqiptar. Edhe të vlerësojnë, të mbështesin për kontributin, sakrificat që ke bërë në vite. Në këtë emision ne do të sjellim së bashku atë plag aq të madhe, atë plag aq të dhimbshme, të cilën ne si shqiptar nuk e kemi zgjidhur akoma, se kemi shëruar, që është çështja e genocidit grek ndaj qamërisë. Dhe në vend që ne të harxojmë energji për të përparuar, për të zhvilluar prodhimin, industrinë dhe në fushat shkencës, po punojmë tani për të mbyllur gjërat 100 vjeçare që kanë qenë mbrapa. Dhe për këtë unë të falenderoj, pasi ke dhe një sakrificë personale e familjare. Mirë se ke ardhur. Falenderoj për vizitat që ke bërë në komunitet. Me shpresë që gjatë bisedës të sjellim historinë çame, sjellim ato probleme, gjëra që juve keni arritur së bashku me grupin tuaj, edhe rolin e partisë tuaj që ajo ka në këtë çështje, dhe mandej do të flasim për zgjedhjet e 11 majit, pse jo dhe për mesazhet që ju keni për komunitetin shqiptar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pasi është një komunitet shumë i kualifikuar, një komunitet që ka dashur dhe do të japi ndihmën për vendindjen. E bëra një hyrje gjatë për të dhënë juve mesazhin që nuk ju kam ftuar për t'ju kritikuar, po ju kam ftuar për t'ju lavdëruar dhe për t'ju mbështetur, tash siç gjithmonë edhe në të ardhmen dy fishin që do mbështesim. Të falenderoj shumë. Spari është kënaqësi për mua që të jem në televizionin tuaj. Është një mundësi shumë e mirë që ju keni krijuar për shqiptarët, që të kemi mundësi që të flitet shqip, të bëhen emisione shqip, është një gjë shumë e vyer, besoj që e shndërton edhe bashkësinë dhe komunitetin, e mban gjallë. Dhe është edhe një mundësi e mirë për mua dhe ju falenderoj për ftesën. Të kemi mundësi që ndërmjet jush të komunikojmë me të gjithë audiencën, akoma më shumë që janë vëllezër dhe motra tanë, edhe fjalët që më thatë, edhe mbështetjen, absolutisht e marr si një mbështetje për një ndër çështjet më të mëdha të kombëtarit pas zgjidhura, siç është ajo shqiptare qamërisë, që ka nevojë për të gjithë. Ka nevojë për mbështetjen e të gjithëve. Çështja e çame shpesh kuptohet si një çështje personale, si një çështje krahinore. Është çështje thelbësore, totalisht e palcës të kombit shqiptar, edhe kështu duhet trajtuar. Si do ta sillni juve çështjen çame për komunitetin shqiptar? Unë do t'ju ndjek, aty ku do të kem pyetje do ndërhyj. Pra, ju një njohës i mirë i çështjes çame, pse jo dhe vetë ku keni lidhjet me qamërinë? Unë vetë jam nga qamëria, kam një baba nga shqiptarët e qamërisë, i cili është shpërngulur me genocidin dhe masakrat e fundit të vitit 1944, sepse do datojnë tilla qynë në lidhjen e Prizrenit, madje do të thoja. Babai im ka ardhur 2 vjeç në Shqipëri, si pjesë e atij genocidit të mëshëm bashkë me gjyshen dhe gjyshen time. Unë kam lindur në Tiranë, po sigurisht që kjo padrejtësi e madhe historike ka shënjuar gjithë jetën time, sepse unë jam përballur që fëmijë me faktin që
pse unë jam në Tiranë dhe nuk jam në Margëlliç, aty ku kam shtëpia sot e kësaj dite, dhe janë akoma në këmbë, si të shumë të tjerëve. Dhe sigurisht që nuk u kuptoja që pse ne ndodhemi në Tiranë dhe nuk jemi në vendin tonë. Qenia shqiptare e Çamërisë ka shënjuar jetën time dhe të gjithë atyre që janë nga shqiptarët e Çamërisë, përballë një padrejtësie të madhe historike që në fakt ne na është bërë personalisht për shi bërë gjithë shqiptarëve. Çështja e shqiptarëve të Çamërisë daton, le ta themi, nga ana historike, më lejoni ta bëj pak këtë gjë, me që më thej që Po, absolutisht, jo, është bile e kërkoj. Edhe unë jam munduar që të thellojmë shumë në këtë pjesë për ta kuptuar gjenezën. Dhe ajo që duhet ndaj për gjithë Mos e sill shkurt, nëse nuk e sjell mirë, nuk është fajim. Unë do mundohem ta sjell mirë. Po edhe me ndihmën tuaj sepse dhe ju e njihni mirë. S'pari do t'i them të gjithë për masat nga pikpamja gjeografike e Çamërisë, e cila sillet në atë që quhej zona e Epirit, që kur njihet gjeneza e kësaj bote dhe atyre që kanë shkruar për historinë e botës, dhe këtu po i referohem në shekullin e 3 para erës sonë, Tukididit dhe Strabonit. Straboni ka bërë veprën e famshme Gjeografia e kohës, për çfarë njihen në atë kohë. Jemi 290 para erës sonë. Kurse Tukididi ka një material shumë, një histori shumë të rëndësishme që ka të bëjë me luftën e Peloponesit. Dhe të dy këta, kur flasin për gjeografinë e helenëve, e sjellin deri në gjirin e Ambrakisë. Pra, në gjirin e Ambrakisë që sot është gjiri i Artës, në gjithë këto të shkruara, thuhet që helenët jetojnë deri në gjirin e Ambrakisë dhe pastaj jetojnë barbarët, që ishin jo helenët. Pra, edhe nga vetë ata që kanë përshkruar historinë e helenëve, i sjellin helenët deri në gjirin e Ambrakisë. Pastaj jetonin barbarët, dhe këtu kemi 3 fiset ilire, kaonët, mollosët dhe thesprotët, të cilët janë të 3 fise ilire të njohura, të cilët krijuan lidhjen epiriote dhe që pastaj kishin për mbret të tyre Pirron e Epirit, i cili është një figurë e njohur jo thjesht për shqiptarët, po besoj për gjithë historinë e kohës. Me këtë desha të them që nuk ka pas ndonjëherë debat historik se çka ka qenë zona e Çamërisë. Pra, është jetuar gjithmonë nga ilirët, është i vazhdimsi pellazgo-iliro shqiptare. Derisa pastaj vim nëna e Aleksandrit Madh, Olimbia, është pikërisht nga Epiri. Ka nxjerrë shumë figura të shuara, edhe papë të Romës badhe kjo, po Pirro Epirit marret si figura më e madhe. Është kaq interesante kjo, sa që edhe heroi jon kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, e kishte titullin e vet zyrtar, Princi i Epirit dhe Mbreti i Arpërit. Dhe edhe për krenaren e mori nga Pirro. Pse? Sepse jo vetëm heroi jon kombëtar ishte një luftëtar i madh, po ishte edhe një diplomat par excellence. Sepse që në kohën që Iliria u pushtua nga Roma, për gati 1000 vjet, nga Arta dhe Preveza, pra gjiri i Ambrakisë, deri në mollën e Kuqe, e gjithë kjo zonë nga pikpamja administrative thillet Epiri i Ri, Nova Epirus, pra një nga pikpamja gjeografike si Epiri i Ri. Dhe prandaj heroi jon kombëtar, për shkak se kjo njihej për 1000 vjet, se kështu i kishte ndarë administrative e Romës, e mori titullin e vet Princi i Epirit, se s'mund ta merrte dot i krye se kryen nuk e njifte njëri, le të themi. Për të krijuar edhe këtë vazhdimsi të këtyre figurave të mëdha. Po të vim në kohë, ja sot ju kujtoj faktin që dyndje slave në Ballkan, jemi në vitin 1300, kanë ndetë për një kohë shumë gjatë, me car Dushanin kanë shkuar madje deri në Epir. Prandaj ne kemi për shembull dhe bullgarët që kanë qenë prezent në Shqipëri, Konispoli, Çorovoda, gjithë ato janë toponime bullgare. Dhe kemi në Çamëri, në zonën e Çamërisë, kemi toponime slave? Jo. Dhe tani do të them pse. Sepse dyndje slave në Ballkan u stopuan, u bllokuan nga despotati i Artës, i cili kishte për udhëheqës Gjin Bue Shpatën dhe Pjetër Loshën. Pra në vitin 1300 e ca.
të bën përshtypje emrat, Gjin Bueshpata dhe Pjetër Losha ishin të dy krerët e lidhjes epiriote, të cilët bllokuan dyndje slave në Ballkan për shkuar më poshtë. Pastaj erdhi Bizanti, u nda Perandoria Romake në dy pjesë, në Bizantin edhe në Romën, dhe madje po t'i referohem prap këtyre historisë vjetër greke, është shumë interesant se edhe lumi i Akeronit, nga mitologjia ata që lenin këtë botë me një varg dhe me dy moneda floriri, është pikërisht lumi i Akeronit vendosur në gjirin e artës. Pra, në fund të botës tyre, ishte lumi që përcillte të vdekurit. Po në zonën e Çamërisë, ne kemi Nikopolisin. Një dhe qytetërimet e treta dhe të katra njëra të kohës. Por aty kemi dhe tempullin e Dodonës. Shumë interesant. Orakulli i Dodonës ishte ajo pema e ahut që shkonin këto priftereshët dhe nga fshfërima ishin orakull. Po ka një... Çfarë lidhje ka me Thomorin? Është një diskutim, po nuk po hyj kësaj, po hyj kësaj që është e njohur. Po vazhdo. Po aty ka një gjë shumë interesante prapë, besoj që për ta thënë. Tempulli i Dodonës ishte i vetmi tempull i Zeusit, dhe Zeus ishte zoti i zotave në mitologjinë greke. Tani, pra zoti i zotave kishte tempullin e Dodonës, tempullin e vet, që ishte zoti i zotave. Dhe ka një studim shumë interesant, që edhe fjalën Zeus, pra zoti i zotave, e shpjegojmë pikërisht me fjalën shqipe zot. Po, absolutisht. Prandaj e kam marrë. Pra, është një vend i begat, i pasur, gjeografikisht i vendosur këtu, madje e bija e Pirit ishte edhe Europa, pra është një zonë me shumë mitologji që nga njerë ngërdheshen të dy mitologjit, ajo Pelazgu i Lire me këtë... Këtu është dhe interesi grek i madh. Historikisht po, sepse kanë marrë shumë nga kjo pjesë. Prandaj dhe unë po vinë mitologjit për të ardhur në kohë. Pastaj ka qenë kohë e Bizantit, dhe ka qenë një zonë administruar historikisht nga shqiptarët. Bizant s'ka po fare. Po pra, që e pushtuan Bizantët në këtë territor që u flas. Tani, ajo zonë edhe Perandoria Osmane ka hyrë vonë. Se është një kështu që thonë që e pushtojnë. Ka hyrë vonë dhe unë do ta shpjegoj. Sepse Ka idenë çfarë viti? Bëhet fjalë në vitin 1700. Dhe pse? Sepse Perandoria Osmane të drejtën për tregti dhe me koncesion Venedikasit ja kishte dhënë vetëm Venedikut. Republikës Venedikut, pra Republika e Venedikut ka qenë vetmja që kishte koncesionin e tregtisë me Perandorinë Osmane. Dhe kjo zona këtu e artës e Prevëzës, nga që ishte edhe port, ishte zonë që administrohej nga venecianët. Madje, në qoftë se ne do shohim sot dhe unë kam pas fatin që të gjej kundër shpërblimit, fotot e fotografit famshëm Froissart në vitin 1907-1913, pra një fotograf francez që ka hyrë në zonën e Çamërisë, dhe gjithmonë më bënte përshtypje edhe arkitektura e shtëpive atje. Kjo më ka bërë përshtypje që kur kam qenë i vogël, kur lexoja Sabri Godon në librin për Ali Pashën. Edhe ai thoshte agallaret e Margëlliçit në Shumës. Margëlliç nga vendi nga jam unë. Pra ai fliste për agallaret e Margëlliçit në Shumës. Edhe unë si i vogël thoya, po mirë, pa ai vendi i vogël sa shumë agallar ka pas. Dhe kur pash fotot që do t'ja jap dhe juve, është shumë interesant. Vetëm në zonën e Margëlliçit janë mbi 40 shtëpi që janë në mallësinë e një shkolle 8 vjeçare. Pra 26 dhoma me 30 dhoma. Që ekzistojnë edhe sot? Edhe sot ekzistojnë dhe janë të rënuara. Të rënuara. Po janë të rënuar. Sa ka qenë Margëlliçi, sa shtëpi ka qenë gjithsej? Ai ka qenë një zonë që ka qenë me 70.000-10.000 banorë. 10.000 banorë. Por ajo ka qenë qendra. Kur hyri greku pastaj u zhvendos në Paramethid dhe në Filat. Po ajo që po them është dimensioni këtyre shtëpive dhe arkitektura. Ti aty do shohësh që janë me kangjella, janë me arkitekturë që nuk ngjan me atë të Perandorisë Osmane. Ç'do thot Margëlliç? Margëlliç është qytet. Është vendi nga jam unë. Më është toponimo, është... Jo, Margëlliç është quhet historikisht, tani që grekët kanë ndru toponimin e thënë Margariti. Vendi qyteti, është qyteze, le të them. Qytezi. E kanë ndruar grekët sot?
po, i kanë ndryshuar gjithë toponimet dhe quajnë Margariti sot. Margarita, Margariti. Po, nga Margariti kanë ndryshuar gjithë toponimet në atë zonë, se nga kjo anë grekët janë të qartë. Dhe vim vonë histori, edhe ajo zonë ka qenë, siç ka qenë Perëndëria Osmane në gjithë territorin e Ballkanit. Dhe vim në momentin ku Perëndëria Osmane u dobësua, në vitin 1870, dhe ku shqiptarët filluan për herë të parë mendonin për mëvetësinë e tyre. Dhe ne kemi lidhjen shqiptarët Prizrenit, për herë të parë shqiptarët u bën bashkë për të kundërshtuar Traktatin e Berlinit, ku shumë nga këto troja e lente pikërisht komshive tanë, Greqia u zgjerua, Marizi gjithashtu, Serbia gjithashtu dhe autonomia dhe pavarësia e Bullgarisë dhe Rumanisë. Kemi ne delegat në lidhje Prizrenit nga Çamëria? Jo që kemi, por një ndër ideologët është Abedin Pashdinoja, që ndërkohë ishte edhe ministri i jashtëm i Perëndërisë Osmane. Pra fillimisht i krijuan ata që të ngreheshin shqiptarët, po ajo që do të them që nga viti 1870 deri në vitin 1911-12 në zonën e Çamërisë ka ekzistuar ajo që quhet lidhja e jugut. Pra në veri kishim lidhjen e Prizrenit, në jug kishim lidhjen e jugut me Abdyl Frashërin dhe Hasan Tasinin dhe me shumë figura të tjera, Akil Rushitin e tjerë. Pra shqiptarët e Çamërisë për 30 vjet kanë luftuar që Greqia mos të zgjerohej, sipas Traktatit të Berlinit, edhe i çik dhe pak më parë kemi Shën Stefani. Mos harroni që Shën Stefani është vetëm 100 kilometra larg Stambollit. Pra Turqia humbi luftën me Rusinë, Rusia po futej drejt Stambollit, forcat e mëdha i thanë që kompensohu me alatët e tuaj, histori që vazhdon dhe sot. Serbia, Marizi, Greqia se ishte ortodokse, krijim rus në atë kohë, sepse Greqinë e krijuan pikërisht kur patriarkana ruse, Rusia fitoi luftën me Turqinë dhe patriarkana ruse u bë mbrojtëse e ortodoksisë. Po. Dhe edhe këta që nisën revolucionin grek, që shumica janë nga kjo zonë, ishin kryesisht Arvanitas dhe nga zona e Epirit apo nga zona e Asurit, Marko Boçari, Xhavella, Bubulina, Kolokotroni. Dhe është vërtet që edhe parlamenti grek për një votë Greqia mund fliste shqip. Pra influenca është kaq e madhe sa që edhe këtë kanë kompleks. Edhe sot në parlamentin grek flasin shqip. Po padyshim. Po duash ti edhe janë 46 deputet. Sot ka kryeministër Mitsotakis, babai i tij Mitsotakis i parë, kur ju kërku të fliste për Arvanitës, thoshte e kam gruan. Pra nëna e këtij kryeministit të kohës është Arvanitas, pra shqiptare. Pra në vitin 1870 ekzistonte në zonën e Çamërisë, ekzistonte lidhja e jugut. Pra mobilizim i popullsisë që Greqia mos zgjeroj. Ktu ka një moment interesant. Fillimisht zona në ndarjen e Traktatit të Berlinit, zona e Çamërisë nuk u la në Greqinë. Pra pritej diku në Janinë, se du të kuptojmë që qendrat ishin Janina, Manastiri, Shkodra që vinë dhe vilajetet. Në këtë moment Greqia ishte shumë më fortë sepse ishte mbrapa anglezët dhe gjermanët dhe e lanë që për territorin e Çamërisë të diskutohej ndërmjet palës turke dhe greke. E la neutral fillimisht. E la neutral dhe që të bisedojë midis të dyve. Dhe këtu ka një histori shumë interesante me Abedin Pashdino, i cili ishte ministri i jashtëm ndërkohë i Perëndërisë Osmane, i cili është nga Parga. Edhe gjysmën e Pargës e ka të vetën Dinejt, trungu i famshëm i kohës dhe në vazhdimsi. Dhe me që ishte lënë që të dy delegacionet do bisedonin për zonën e Çamërisë, na bëhet një takim në Prevez, ku ai kryesori i delegacionit turk ishte Abedin Pashdinoja, para grek ishte tjerë. Dhe takimi bëhet në shtëpinë e Abedin Pashdinos, të familjes tij, sepse ajo është shtëpia më e mirë, le themi, e kohës. Dhe delegacioni grek kërkonte që arta, Preveza, pra edhe shtëpia e këtij, ti kalonin Greqisë, edhe nxjerrin ca kështu pretendime. Dhe ky i dëgjoni, thotë, e dini ju ku jeni këtu, i thotë? Më jeni në Prevez, thotë, që gjysma e Prevezës është pronë e Dinejve, dhe kjo shtëpia që po bëjmë neve këto diskutimet,
për negociat është shtëpia ime. Dhe i merr i plas brenda atë. I merr edhe i thot deri këtu doni të arrini sa edhe shtëpinë time ta krijoj dhe i mbyll aty me një vend. Dhe pastaj kanë shkuar në konferencën e Berlinit, pra ankoi qeveria greke këta fuqitë e mëdha që i liroi. Po them ca historire, ca detaje. Dhe e tillë vazhdoi e gjithë kjo histori, pra me mbrojtje të policisë vendase, derisa vim në luftën e parë ballkanike, ku u ngretën gjithë satelitët e Rusisë, Bullgaria, Malizi, Rumania, Serbia, Greqia, kundra Perëndërisë Osmane. Po bëj një pyetje pra sa të shkom këtu, mbaj menti. Nga pikpamja e religionit, të fesë. Çamëria në pamjen e jashtë mendohet se kanë qenë gjithë muslimanë. A ka pasur zona e çamërisë të krishterë? Padyshim. Edhe ai një fis, apo ka të ardhur ose si janë domosdoshmë, më shpjego. Në deri këtë kohë që po flasim, pra pa hy Greqia aty, ka qenë një popullsi homogjene, e banuar nga shqiptarë, në gjenezë, në gjitha, dhe sigurisht që për shkak, sepse thash ka qenë Venediku dhe një pjesë Bizanti, ka pas edhe ortodoks, pra të besimit ortodoks. Po siç edhe sot për shembull Konispol ku çam dhe minoritarë shkojnë shumë mirë bashkë, për shkak të një ortodoksët ishin shqiptar. Për një kohë shumë gjatë që bashkëtonin, nuk ka pas konflikte fetare. Konflikti fetar ka ardhur, dhe mund ta them, do ta shpjegoj. Aka më shumë që siç e kemi edhe në Shqipëri, që megjithëse është një majorancë muslimane, le të themi, ka një paqe midis të gjithë komuniteteve, duke mos e vënë fen parë. Se gjithmonë ai që është i madh mund dhunoj, le të themi, pra mund bëj presion. Po nuk e kam pas as këtu në Shqipëri, prandaj morë rast as në Shqipëri as në zonën e çamërisë. Por kontrastonte nga pikpamja e pasurisë, i vend i pasur, i begat, blegtoria, ullit, se ato kanë qenë lëndë dhe para të kohës. Deti aty, peshkimi, ka qenë portet më të mëdha e Preveza, Arta, ka qenë porte, ju dinë edhe betejën e Prevezës dhe Arta. Për shembull, ka një gravur shumë interesante në Palazzo Pitti në Firenze. Sa hyn është një gravur e madhe. Dhe thot, 1601 batalja con turchi con greci con albanesi. Pra, 1601 betejë e turqëve në Prevez, Shqipëri. Pra, është betejë e turqëve. Po, dhe thot Prevez, Shqipëri. Dhe thot 1601 në Preveza di Albania. Dhe është Murano. Edhe kur flasim çamëri, është një zonë, mendoj njerëzit që kanë qenë një fis dhe është zhvilluar, dhe çdo të thot çamëri vetë si fjalë. Ka disa mendime, por ai që prevalon është që vjen nga lumi Kalama. Është ky lumi Akeronit i vjetrit, quhet lumi Kalama, dhe nga kjo e ka marrë emrin Tiamis, nga lumi Tiamis, më fal. Në mitologji ishte lumi Akeronit, pastaj lumi Tiamis, dhe nga ky lum e ka marrë fjalën etimologjin fjala çam. Kjo është vazhdimësia e fjalës çam. E bëj këtë pyetje se e vuaj unë. Në kontakt me njerëzit. Mendojnë se çamëri është një fis çam. Pra, unë sapo thash që zona e çamërisë përbëhet nga 3 fiset mëdha, mund të them as fise, por organizime. Tesprotot, mollosët dhe kaonët. Kaonët vinë edhe në labëri, pra është zgjatim, se atëherë ne gjatë gjithë kohës to janë fise i lire. Fise i lire. Prandaj këta bën edhe lidhjen e periote, këta me Piron e Pir, këta bën edhe despotatin e artës, si sapo thash, erdhan kohë, dhe prandaj po vinë kohë. Në politikë sot është bërë se çështja e çamës është çështja e një familje, çështja e një zonë. Edhe janë befasuar për shkakun që ato që sot janë udhëheqësit më të mëdhenj të Shqipërisë, kur nuk kanë filluar të flas për ata për çamërinë, njëri më thoshte që shpëtim kur ti flise në fillim për çamërinë, duke sikur flise për ilirët. Dikush tjetër e dinte çamërinë vetëm 7 fshatrat e Konispolit. Po kjo vjen edhe për shkak të 50 vjetëve që nuk u fol asnjëherë për çamërinë. Po do vim pastaj në kohë. Urdhë, vazhdo, më fal se po të jo, lutem, ndihmoni njëri tjetrin. Ju do ndihmoni, nga që unë flas me orë të për atë që është interes direkt. Ndjem shumë mirë në një studio shqiptare, patriote. Të falenderoj shumë. Edhe e di shumë mirë dhe ADN-n e shqiptarëve çamëri, dhe të Amerikës.
Pra, në 30 vjet shqiptarët e Çamërisë luftuan që Greqia mos të zgjerojë me këto territoret, prandaj tregoj këtë histori. Në fund të luftës së parë dhe dytë ballkanike dhe në fillim të luftës së parë botërore, jemi në vitin 11, 12, 13, Shqipëria pati fatin e madh që diplomati i madh dhe plaku babai i kombit Ismail Qemali ngreti flamurin në Vlorë. Dhe nëse ju kujtohet në atë kohë, ai thoshte po na bie Çamëria. Dhe grekët erdhën deri në Dukat të Vlorës. Pra, ai ngreti flamurin, organizoi shtetin, por nuk është se kishte ushtri. Dhe rrezikonte jugu i Shqipërisë, siç e rrezikoi në 14-ën me Zografisën dhe me Krajinën, me Republikën e Vorojepirit, që na e kujtojnë dhe sot, por ne shqiptarët e harrojmë. Në këtë moment ka hyrë për herë të parë Greqia në zonën e Çamërisë, në mars të vitit 1913. Akti i parë që ka bë shteti grek. Thret në një takim të gjithë krerët e Çamërisë. 72 prej tyre. Kryesisht të familjeve të mëdha. Se ata ishin që e mbanin vendin. Dhe i thret në një takim me autoritetet e reja greke, dhe kemi për herë të parë atë që quhet masakra e projit të Selanit. I therrën të 72. I thirrën për bisedime dhe I thirrën për bisedime, pra ne me autoritetet, i morën gjithë kapot ku ishin kokat, 72 prej tyre, dhe i therrën në atë që quhet masakra e projit të Selanit. Ne kemi bërë shumë aktivitete dhe dokumente për këtë gjë. Pse? Për ta lënë Çamërinë pa kokë. Pra pa udhëheqës. Ky zonë është brenda Çamërisë, aty ku i thirrën apo më tjetër? Brenda Çamërisë po flasim projin e Selanit. Dhe njët masakra e projit të Selanit. Për ta lënë Çamërinë pa kokë, pa udhëheqje. I thirrën dhe s'ran dakord dhe pastaj apo i thirrën qëllimisht? I thirrën dhe i vranë rrugës, më thonë. I zum prit në projin e Selanit dhe i vranë të tërë të programuar. Po stili, sepse me këtë duhet të them që masakra dhe genocidi i shqiptarëve të Çamërisë është i fundit ky 44-s. Pra arritën ta deportojnë dhe ta vrasin gjithë popullsinë. Po fillon 30 vjet përpara. Kjo është 13-a. Jemi në 13-ën. Pas kësaj, aty Çamëria në atë kohë banohej 90% nga shqiptarë dhe kishte hebrej, kishte egjiptian, ku dijon se çfarë. Grek nuk bëhej fjalë. Pas kësaj ishte një popullsi e cila ishte e pasur dhe pasuria ishte në dorë të shqiptarëve të Çamërisë. Dhe ata bën atë që i quajtën reformë agrare. Pra, kush kishte më shumë se 5 hektar tokë njëri në tjetrën, ja sekuestruan dhe i dhanë ca letra me vlerë që i kanë sot e kësaj dite në shtëpi. Kjo çfarë bëri? Shqiptarët e Çamërisë nuk ishin më të pasurit e vendit sepse ja u morën pasurinë. Pas kësaj, në Çamëri ishte ndaluar me çë bazë ja u morën? Fare, si reforma agrare e Enver Hoxhës. Kush kishte mbi 5 hektar, do ta kompensoj shteti me letra me vlerë. Dhe këtë tokë kush e merrte? Shteti grek. Sot e kësaj dite i kanë në përshpia, i kanë parë unë këto që i dha shteti grek që do kompensoheshin. Me lekse, me thonë, me para. Po, shteti grek këto toka me djenin tuaj i ka lënë tërë tani apo i ka përdorur? Do vi më vonë. Po. Jemi në... Pra tani jemi në vitet 1913 deri në 23. Në atë periudhë do të sa i merrte. I merrte... Tjetësonte pronësinë. Tjetësonte pronësinë. Dhe i thotë do t'jap letra me vlerë, po, edhe që si morën asnjëherë. Si ato të 90-s, sa 90-s. Tani, ndërkohë ishte ndaluar në Çamëri identiteti kombëtar. Pas kishte shkolla shqipe, ndaloi flamuri shqiptar, ndaloi që tonë që ishin shqiptar. Dhe i thonin vazhdimisht që ky nuk është vendi juaj, ikni tani. E kemi marrë ne. Dhe ka disa shpërngulje të shqiptarëve të Çamërisë. Edhe në 13-ën kanë ardhur në Shqipëri. Me reformën agrare, nga viti 1913 deri në 22-23, ata bën shpronësimin nga pikpamja e pasurive të çamb. Pra nuk ishin më çamët pronarët më të mëdhenj. Po i mori shteti grek. Administrata ishte greke, nuk kishte shkolla shqipe, nuk lejoi flamurin shqiptar, i thonë ikni tani nga ky vend se nuk është më vendi juaj. Në 1923 kemi atë që quhet Traktati i Lozanës. Pra masi Greqia sulmoi Turqinë, e humbi luftën etj. Turqia me Greqinë bien dakord që të shkëmbejnë popullsitë. Pra popullsitë turke, le të themi, apo muslimane që ishin në Greqi, do të shkonin në Turqi. E kemi dëgjuar disa herë. Është shumë e rëndësishme kjo. Jo.
E kemi dëgjuar, por nuk i dim për thamën. Ja ta them unë. Si ka mundësi, si është bërë ky, se këta grekët që kanë tani janë aziatikë, janë zesë. Ja këtë do të shpjegoj. Pra, në këtë moment ishte një luftë Greqia me Turqinë, sepse Greqia donte ta pushtonte Turqinë, e fitoi luftën Turqia, Ataturku etj. Dhe nga që u bë për shembull Izmir, janë vrarë Smirna e famshme, ishte kaq e ashpër betejë sa që në fund fare, të 11 e kohës, i detyruan këto dy shtete që të bënin një traktat, ndanin kufit, dhe me që ishte kaq e ashpër vrasja ndërmjet dy popullatave, le të themi, u bë e pa mundur që popullsitë muslimane apo turke që jetonin tashmë në Greqinë, të jetonin atë vend, dhe u bë po kaq e pa mundur që edhe popullsitë greke që jetonin në Turqi, të jetonin në Turqi, po atëherë vendosin që të shkëmbenin popullsitë. Të dy palët ranë dakord. Dhe ç'a ndodh? Grek nga Turqia në Greqi ishin rreth 1.5 milion. Numri të shpërngulurve. Po. Kurse numri të shpërngulurve nga Greqia në drejtim të Turqisë ishte rreth 500.000, pra 1/3. Por të dy vendet kishin marrë përsipër që të pagunin shpenzimet në mënyrë reciproke. Pra, këta të sistemonin 5 milion, këto i ra Turqisë më pak të sistemonte 500.000. Atëherë ç'a bën grekët? I quajtën dhe çamët, i quajtën turqë dhe muslimanë. Dhe duke i shtruar presion, i iknin se s'është vendi juaj, i detyruan një pjesë të shqiptarëve të çamërisë, i merrin me vapora dhe i çonin në Turqi. Jetojnë sot e kësaj dite në zonën e Izmirit, dhe unë para 7 vjetëve kanë shkuar për herë të parë, dhe në zonën e Izmirit kemi shoqatën Çamëria në Izmir. Pra i kam gjetë mas 99 vjetësh. E kam ndjekur. I kam gjetë mas 99 vjetësh ata. Unë kam shku atje dhe kjo është i kënaqësi personale. Pra dy palët e shqiptarëve të Çamërisë po takoheshin bashkë mas 99 vjetësh. Dhe në momentin që unë i jap dorën një hizretit, një buri moshuar shumë interesant, rri gjithmonë me një kollare me shqiponjë, edhe i them një qish vajte Xhixho, pra flasim të dy çamshe, dhe pastaj kemi kërcyer vallën Çamiko, ma let ta them. Ta them deri në fund. Pra, unë shkoj në Turqi, mas dija që këtu nga kjo histori që po tregoj, shkoj atje i gjej, kryesisht fillimisht erdhi një tuf me burrat moshuar, sa ata i kishin sensibilitetin, dhe gjëja parë jetën qish vajte Xhixho, qish je, dhe im kthehet po çamshë mua. Pastaj vuni muzikë nga qefi që po takoheshim dy palët mas 99 vjetësh, dhe e fillon vallën të dy, dhe impresioni im ishte ky, që koha kishte ngel në vend. Pra ne flisëm po prap çamshë dhe ne po kërcenim prap të njëjtën vallë. Pra se sa e fortë është përkatësia dhe identiteti. Këto janë nga kjo kategori. Trashëgimnia në breza e rrugës të identitetit shqiptar ishte në çamët e Turqisë? Padyshim. Prandaj po them që mbanin gjuhën, ishin shqiptar, flishin çamshë. Po çamshë është dialekt. Dialekt. Okej, vazhdo. Dialekt i jugut. E kuptoj. Në këtë kohë kemi një mbrojtje par excellence të administratës mbretit Zog dhe të mbretit Zog në lidhjen e kombeve në Gjenezë. Pra Shqipëria proteston dhe fjalimet par excellence unë i kam lexuar të Medi Frashërit, Rauf Ficos, më vonë edhe të Fanolit, të cilët protestonin në lidhjen e kombeve dhe thonin këto nuk janë turq, janë shqiptar. Dhe në një moment bllokohet kjo ikja, po në atë kohë ikën rreth 30.000 shqiptar Çamërisë. Dhe thonë ky është vendi juaj, shkoni aty në Turqi. Protestat dhe qëndrimi i qeverisë së mbretit Zog ka qenë për të marrë talone për diplomacinë e sotme shqiptare. Unë i kam lexuar fjalimet dhe qëndrimet e Medi Frashërit, që vinte nga ministër ose ambasador, le të themi, po kështu quhej ministri në Athinë, pastaj u bë ministri i jashtëm, Rauf Fico gjithashtu. Dhe më mbrapa këtyre edhe kur erdhi Fanoli ka shku vetë në Gjenevë në lidhjen e kombeve. Pas kësaj u arrit që të stopoheshin, pra mos shkonin më drejt Turqisë, ngret një komision miks dhe unë kujtoj gjyshen time në shtëpi, pra nga historia po vike gjyshe ime, i cila në një moment thotë, donin të na merrnin me pampor, kështu i thoshin vapore, të na çonin në Turqi. Dhe erdhi një delegacion nga Frëngu, me atë identifikojnë këta të Europës, edhe na pjesnin ne qish han,
qish gjuhë flisni, qish jeni ju, qamshë, qa jeni ju, qa gjuhë e flisni, qarë kombi jemi, dhe ne i thoni që ne jemi shqiptar Muhamedan. Pra, jemi të besim musliman, po jemi shqiptar, nuk kemi lidhe me Turqinë. Pra bënim verifikimet e zonës. Por dëmi ishte bërë sepse 30.000 shqiptarë Çamërisë, ku Çamëria gjithë atëre ishte rendi 120.000 banor, Shqipëria ishte 700.000, që të kuptojmë se për çfarë flasim. Dhe ç'a ndodhi? U sollën në vend të shqiptarë Çamërisë që shkuan drejt Turqisë, një pjesë vazhdonin të vinin në Shqipëri, u sollën pikërisht këto që ju thatë, nga Azia. Dhe sollën jo vetëm popullsi greke që vinte e shpërngulur, por shumë edhe vlleh. Popullsia arrumune, si i thon këta. Në këtë moment fillojnë, le të themi, tensionet në zonën e Çamërisë, sepse çamët nuk ishin më majorancë, ishin gati 50% nga pikpamja demografike, ishin më majorancë. Nuk ishin më të pasurit sepse o kishin marrë pasurinë me reformën e kohës, atë që sapo thash, me reformën agrare, dhe filluan tensionet të ardhurit me vendalit, le të themi. Ky tension ka vazhduar vazhdimisht, derisa vim në fillimet e luftës së dytë botërore. Shqipëria pushtohet nga Italia fashiste në vitin 1939, humbet sovranitetin dhe sulmon Greqinë, duke i ftuar shqiptarët që po bëjmë Shqipërinë e madhe. Dhe ju dini se bebi ishte Daud Hoxha, çami që ka qenë patriot, nuk ka qenë ai bariu që kemi mësuar në histori. Në këtë moment e ftojnë dhe popullsinë çami që të bashkohet me Italinë, edhe shqiptarët që u bën edhe batalionet. Shqiptarët nuk e bën këtë gjë. Italia humbi luftën me Greqinë. Dhe kemi në moment që Italia e shpall luftë Greqisë, kemi jonë e famshme greke, që çuditërisht e festojmë dhe ne në Shqipëri. Por gjithë ne shqiptarët harrojmë se si me 7 prill 1939-s, e vetmja qeveri në gjithë Europën që përshëndeti pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste, ishte qeveria e Metaksajit. Pra i tha po pushtimit, sepse traktati fshet Titani Venizelos, midis Greqisë dhe Italisë, ishte që do ta ndanin Shqipërinë për gjysmë. Jugun do ta merrte Greqia, Shqipërinë e mesme dhe Vlorën, Sazanin do ta merrte Italia. Pra ai pretendoi që shumë mirë që e morët ju, se do e ndajmë bashkë. Masi viti e psoi vet. Tani shqiptarët harrojnë ponë e Greqisë që të pushtojë Shqipëria në vitin 1939 dhe festojnë çdo vit në Bularat jonë e Greqisë për Italinë fashiste. Deri këtu jemi filantrop neve, më thojtë. Në këtë moment, grekët kishin shumë frikë që popullsia çame do bashkunonte me italianët. Dhe të gjithë burrat çam nga 17 deri në 70 vjeç, arrestohen dhe internohen në qytetet e Greqisë. Pra ishin, edhe po donin ishin në pamundësi. Ke idenë se ka qenë kjo shifër? Ka qenë mbi 7.000 burra, të cilët kanë qenë internuar në ishët e Greqisë, Hiros e këtë tjetër. Dhe u liruan kur Gjermania pushtoi Greqinë. Po mos harrojmë që shumë interesant. Gjermania hyri në Greqi, trupat greke vazhdonin mbeteshin në territorin shqiptar. Se siç e bën në 113 dhe 14, që arritën, morën Korçën, Gjirokastrën, masakruan Panaritin edhe atë zonë, dhe rinin aty dhe shpallën qeverinë e krajinën Republikën e Vorë e Epirit për ta bërë fakt. Pra këtu ka grek, mbaroi historia. Ashtu donin të bënin dhe në fund e luftës dytë botërore. Pra rinin në kufi, sepse vërtet e mundën Italinë, po hynë në territorin shqiptar. Në Gjirokastër, në Korçë, hundën flamurin shqiptar, ngretën flamurin grek, pra gjithmonë vazhdonte historia e Vorë e Epirit. Nëse, në këtë kohë fillon lufta partizane në Greqi, ashtu siç ishte edhe në Shqipëri, dhe shqiptarët e Çamërisë, ndryshe nga demagogjia, kryen 2 bataliona, batalionin Alidemi në Çamëri dhe batalionin Çamëria në Shqipëri. Ashtu siç më vjen të kujtoj që mas qetës Pezës,
qeta e dytë partizane është qeta e Aki Rushitit në Konispol. Qeta e dytë partizane. Tu ka një histori shumë interesante. Çamët rreshtohen në të dy krahët të kufirit me batalione partizane. Në Konispol ishin çam të ardhur nga... Jo, janë vendalit. Konispoli është pjesë, pra çamëria vazhdon nga Arta deri në... Si popullsi ishte autoktone. Autoktone, edhe sot ekse ditë janë autoktone. Po ishin në pjesën shqiptare dhe u rreshtuan me luftën antifashiste nacionale shqiptare dhe qeta e dytë partizane në Shqipëri mas 5-s është ajo e Kuryshitit në 43. Ndërkohë ishin dhe me batalionet partizane në Greqi. Por vim dhe jemi në konferencën e Taheranit, e cila ishte pararencia e Jaltës, e cila vendosi që Greqia të ishte në influencën britanike. Jalta e konkretizoi dhe mbylli këtë gjë, kurse Bullgaria, Rumania, Polonia, gjysma e Gjermanisë e tjerë u lanë në influencën ruse. Ai i famshmi lapsi kuqe blu i Stalinit, që themi ne harroi Shqipërinë, jo nuk e harroi. E la 50-50 si Jugoslavia, dhe prandaj deshte Tito ta bënte Republikën e Shtatë, po në këtë moment partizanët shqiptar internacionalist na bëjnë marrëveshjen e fashtme të Valkizës me partizanët grek, ku vendosen që çështjen e shqiptarëve do të trajtonin pas lufte. Unë kam pas gjithmonë një gjë të paqartë në këtë histori. Njësoj si ajo marrëveshje Bujanit, ku vendosën të dy palët partizane që çështjen tjetër i trajtonin mas shërimit, si më thënë. Partizanët grek kishin shiruar gati 70% të Greqisë në atë kohë. Në momentin që u lanë në Teheran dhe pastaj bëri fakt Jalta, që Anglia nuk do të ishte në influencën ruse pra të partizanëve, në Greqi fillon ajo që quhet lufta civile. Trupat angleze futen në Athinë, madje janë djeg me napalm, aty është përdor për herë të parë, partizanët grek, dhe morën forcat nacionaliste që kishin bashkëpunuar me gjermanët si Napoleon Zerva, siç u morën këtu në Shqipëri me ballin kombëtar, dhe i thoni luftoni tani kundra partizanëve. Se kjo është në influencën britanike, dhe kemi histori që partizanët grek erën qenë malet e Gramozit, kujtohet? Në këtë moment pra u ndodhen mes edhe partizanët çam, le të themi. Dhe Napoleon Zerva shfrytëzon këtë moment amullie dhe fakti që anglezët ishin pro tyre, prandaj gjyshe im tregonte që i vrisin çamët dhe kur shiften në një anglez, ndalonin këta. Dhe këta hynë dhunshëm në zonën e çamërisë. Dhe në 44, në qershorin e 44, prandaj është data 27 qershor, hynë në Paramithi, bëjnë masakrën e parë ku vrasin 600 peqgraf fëmijë, gati mbyllin pasane për shkolla, i digjnin, është masakër, dhe shfarosin 20% popullsisë dhe shpërngurin me dhunë ushtrie organizuar, ushtri dhe forcat paramilitare, se jemi në kohë luftës civile. Po, të kuptoj. 44-49. Pra, ne na akuzojnë si bashkëpunëtor Gjermanit, ndërkohë që luftën në Greqi nuk e fituan partizanët. Luftën civile. Po. E fituan nacionalistë, siç e Napoleon Zerva, dhe që vinin me gjenezë nga bashkëpunimi me Gjermanët. Është komplet ndryshe historia. Për mu shqetëson të gjithmonë një gjë, se sapo ju thash ishte një batalion çamëria në Konispol, në kufi. Dhe thoja gjithmonë me vete, po mirë, sa atëherë nuk ishte kufi edhe si sot, ë? Po, absolut. Pse këta nuk i dolën këto partizanët çam të Konispolit, nuk i dolën në mbrojtje çamëve që po vriteshin. Pra të hynin aty brenda dhe dishin përpara Napoleon Zervës, trupat e tyre. Shumë interesant. Gjej një shkresë që qarkori i Vlorës, ka qenë Nysni Kapo. Ku gjetet shkresën? E kam unë, në arkivet e shtetit. Arkiv shqiptar. Po. Kam hulumtuar pothuajse gjithë shka për çamërinë. Dhe i cili i thoshte që batalioni çamëria duhet të zhvendoset në detin të Korçës. Pra ky shkëputet me rrugë që shkëputet në këtë kohë, shkon në detin të Korçës, edhe koha që prisin gjermanët hynin nga mbori. Dhe kur kthehet në zonën çamërie, kishin ndodhur masakrat, kishin të gjitha këto, batalioni çamëria e bën pjesë të një batalioni më të madh të Lefter Talos, atë një minoritari. Po kam dëgjuar. Po.
Në këtë moment Haki Rushiti rebelohet, hynë në zonën, pra ikën nga forca partizane, ky ishte kryusi i çetës, hynë në zonën e Çamërisë, lufton atje kundër Napoleon Zervës, vjen në territorin shqiptar dhe bashkë me një dinej tjetër të famshëm e kapin partizanët dhe e varin në sheshin e Delvinës, në rrapin e Delvinës. Çfarë motivacioni? Po sepse ky tani nuk ishte kishte braktis forca partizane dhe ishte këtu nacionalist. Pra ai luftoi me Grekun, çetën e ktheu atje për luftu kundër Napoleon Zervës, mas e momentit ata ishin më të fuqishëm dhe vjen në territorin shqiptar. E tregoj këtë gjë se i kompleksuar nga kjo punë e bashkëpunëtorëve, unë kam harruar, bëj këtu autokritik, le të themi, e kam bërë publike në Tiranë. Sepse ne kemi harruar gjatë gjithë kësaj kohe, le të themi, ose kemi lënë pak më njanë, bashkë me shoqatën Çamëria, për të ngritur dhe për të vlerësuar ca familje të mëdha çame, që kanë qenë edhe pjesë të në Vlorë, në pavarësinë dhe janë firmëtarë, Rushiti, Takajt, Regjoplaku, gjithë këta familjet e mëdha çame. Dhe ky kur i kanë vënë litarin, partizanët, ka thënë, prap jam i lumtur që litarin po ma vën vëllezërit e mi shqiptar dhe jo greko. Për këtë pjesë sot. Pra, me këtë duhet të them, duke ardhur në histori që në gjenezë nuk ka pas debat. Që çka ka qenë Çamëria, greko apo shqiptar, e piri. Tokë e banuar gjithmonë nga vazhdimësia Pellazgo, Iliro, Thesprote, Kaonët, Mollosët, Ilirët dhe shqiptarët. Një zonë që i ka dhënë shumë dhe ka nxjerrë figura të mëdha, nga të kujtoj Hasan Tasinin. Që thirrej enciklopedia lëvizëse perandërisë osmane, sepse fliste 16 gjuhë, ishte astronom, ishte matematicien, ishte filozof, ishte psikolog dhe është i pari nga perandëria osmane kur u hapën me perëndimin, i cili ka mbaruar Sorbonën në moshën 50 vjeç. Pra, Sultan Mahmudi i kohës deshe të hape me perëndimin dhe për herë të parë çojnë zëvendësministrin e arsimit të Turqisë dhe Hoxha Hasan Tasinin, që është figurë i bënë nder kombit shqiptar që ta studionte më mirë, unë jam marrë shumë atë. Dhe ky shkon në moshën 50 vjeç dhe çon në shkollë, mbaron të Sorbonën, bën një vit gjuhën dhe mbaron dhe Sorbonën për shkencat natyrore, mbaron dhe për shkencat juridike duke e lidhur pastaj me jurisprudencën islame me fikun. Kthehet në Stamboll dhe është themeluesi i universitetit të parë të Stambollit. Stambolli kishte universitete fetare, por ky është i pari që bëri për shkencat natyrore. Ishte laik. Nuk thonë lej se edhe ky vetë nuk ishte laik, po që studionin nga pikpamja jo vetëm fetare, po nga pikpamja e shkencës natyrore. Masja 3 muajsh e heqin, sepse ky bënte ca eksperimente që nuk kishin, për ky ishte nga fetarët më të ditur, ky ka një histori se më kujtohen shumë gjëra. Edhe çfarë historie? Shpresoj që të jem më linear për dëgjuesit. Gjatë kohës që ky ishte studionte Sorbonne dhe ndërkohë ishte imam edhe i ambasadës osmane në Paris, vonë e hap. Sultan Abdulaziz më duket, ishte sultani i parë që kalifi i parë islam, i cili do bënte një vizitë në kanë 3 muaj në Francë, edhe 2 muaj në Angli, se donin ta hapnin tani Turqinë. Edhe ishte një diskutim shumë i madh në atë kohë, sepse kalifi islam prej 500 vjetësh nuk lejohej që të shkelte në tokën e jo besimtarëve. Pra duhet ta runin ata. Edhe ishte diskutim i madh fetar që mirë do shkojnë këy në Paris, po nuk i lejohet kalifi që të shkelin në tokën e jo besimtarëve. Edhe mblidhen këto ulemat dhe japin drejtim kësaj duke thënë që po mirë, ke këpucët, po i fusim dhe nga Turqia. është vërtet është kështu. Edhe ja mbushën sultanit me dhe këpucët, edhe sultanit tani eci vërdall, po si duke këpucët i vinin 1 kile, edhe në darkë të shi është ojtë kombët të ishte 1 kile me dhe që e kështu vu këta fetarë. Edhe takon e thret Hoxha Hasan Tasinin, Hoxha është mësues, Tasin është i ndriçuar.
Pra, këto janë titujt e këtij. Emri vërtet si ishte? Hasan. Hasan. Pra, Hasan Tasimi. Hoxha i thonë dhe sot e kësaj dite ata profesorëve. Tasin e kanë shumë pak, se është ndriçuar. Po mbi emrin si ka pasur? Po gjithmonë me hoxha, se kanë qenë fetar dhe mësues. Për shembull, babai i Hasan Tasinit ka qenë mësuesi i bushatlive. Tasimi është që ka është titull. Oh. Babai i Hasan Tasinit ka qenë në oborrin e bushatlive dhe mësonte fëmijët e bushatlive. Atëherë kështu ka qenë organizuar. S'kishte shkolla, po dietari më i madh, sultani apo këto mbrenin kush është më i ditur edhe i mësim. Edhe e thret hoxh Hasan emri, Tasin, dhe i thot sultani, thotë, si t'ja bëj të më bër komët kaq sot nga kjo histori. Ky e dëgjon dhe i thot. Kujtë. I gjithë krijimi është i Zotit. Qiet, toka, 7 qiet, toka, univers. Pra dhe kjo toka që do shkelësh ti, Zoti ka kriju. Por Zoti thot, na ka thënë që ne, dhe në gishtin e koka, duhet hecim, thot, me këmbët në tokë, dhe jo me tokën në këmbë. Dhe atëherë bindë dhe, a i heqë ato dheun, se ta, edhe kjo toka që do shkelësh e Zotit është, edhe ka qenë figur shumë e madhë. Masi e përjashtojnë nga shkolla, ngrejen këta, se ky bëri një eksperiment për të treguar që ka atmosferë dhe ajër, merr një plumb, e fut në një kështu si një qelç, i heq ajrin dhe plumbi ngordhi. Dhe u ngretën gjithë këta tani se ishte xhelozi e madhe, ishte i vetmi që kishte studiu ke kaurri, le të themi, ke frëngës i thonë. Pra ke jo në përëndës. Edhe thoshin ky po na sjell tani këto të këtyre jo besimtarëve, se më thënë si histori. Edhe u ngredhën ulemat e këta dietarë dhe e heqin këtë nga shkolla. Dhe ky zbret 500 metra më poshtë dhe hap Akademinë Shqiptare. Dhe Hasan Tasini është profesori i pothuajse gjithë plejadës së rilindasve. Është profesori i Sami Frashit, Abdil Frashërit, Vaso Pashës, e shumë rilindasve. Ky është mësuesi i parë. Një ndër njerëz që ka shkruar më shumë për këtë është Sami Frashi. Tani ju e dini që nga 3 vëllezërit Frashit, ky ishte më relevant më i ditur, ne njohim më shumë Abdilin dhe Naimin. Dhe ai thot në memuaret e veta, thot Hoxha Hasan Tasini, thot, haronte të hante bukë. Dhe ku shkoje, thot, në këtë shtëpinë e tij, ai ishte i rrethuar, thot, edhe i piktura muret me kozmosin, me trekënça, me studionte ka sa libra shumë interesant, madje edhe për psikologjinë, ne ja kemi botu. Në vitin 1860-1870. Edhe ndërkohë, ky i thret Vaso Pashën dhe Kristoforidin dhe këta gjithë, dhe i thot, Turqia thot është duke hik. Ne thot, duhet fillojmë të shpallim, se ka qenë çik çapraz nga natyra. Thot, duhet shpallim më vetësinë. Dhe hyn bashkë me këta, dhe ka bërë fjalorin e parë shqip. Dhe kush i debati? Nisën këta për të bërë këtë gjë, i kuptoi Turqia sultani, i ikën ca, ngeli vetëm ky me këta që po të themon. Dhe ka një fjalë shumë bukur, kur thot, gërma thot, duken sikur janë si krahat e milingonave, pra të vockle. Pra gërmat i ngjajnë, mota më ka thënë, gërmat i ngjajnë këmbëve të milingonave. Por, në fakt, ato janë një armë shumë e fuqishme për të sëndërtuar një këmbë. Dhe ka dhe shprehen pastaj përfrazon Leipzig, i cili thotë, më jep një gjuhë të mirë të t'jap një këmbë të mirë. Dhe hyn tani dhe fillon debati. Kristoforidi ishte që të përdorin alfabetin latin. Vaso Pasha ishte që të përdorin atë katolik. Një pjesë tjetër ishin që të përdorin alfabetin arab, le të themi, se ata osmanishtën një përzierje ndërmjet arabishtës dhe persishtës. Ky thotë, jo, ne duhet kemi, thotë, gjuhë
një alfabet komplet tonin, që mos i ngjaj këtyre, sepse ju e dini si kemi komshit. Dhe prodhon një alfabet, në mos gabojmë 24 shkronja, bin dakord, por nuk kishin para që ta shtypnin. Dhe në këtë moment ky bjen sy të Turqisë, për atë autoritetet, dhe ky shkon në Francë. Sepse kur ikun nga rektori i Universitetit të Stambollit, Universiteti i Bordeaux i thot hajde këtu rektor. Aq i madh ishte për kohën. Po të debate teologjike me disa në Paris. Dhe ky tani në rrugën e kthimit nuk shkon më në Stamboll, po ndalon se linja ka qenë Trieste Vlorë dhe pastaj vazhdon në Port dhe ndalon në Vlorë. Vjen në zonën Çamërisë, hap shkollat shqip, bën dhe i çet kundra Turqisë dhe me që ishte dietar i madh dhe islam, shkon në Delvin, ishte akoma Turqia aty, edhe ditë premte që ishte ditë xumaje, mban falje dhe mban hutbë, ajo që mbahet para xumas. Dhe pasi flet për atë temën fetare, në fund fare thot, ne thot jemi kombi lasht, dhe ne thot duhet jemi më vete. Prandaj thot ne duhet jemi më vete, duhet hikim nga Turqia. Besimtarët e morën këtë si ku po e thote si një urim. Jo, urim që po e thote ky më i madhi i fesë, dhe gjithë xhamia thot amin, u bofs kështu si me thënë. E arrestojnë në moshën 7 vjeçare. Dhe çojnë në Çanakkale. Dhe në memuaret e Ismail Xhamalit tregon që Avni Beu ishte ministri i brendshëm i Turqisë. Dhe Ismail Xhamali që në atë kohë drejtonte edhe parlamentin, shkon t'i thotë se ky ishte mësues i gjithë, i thotë shiko lirojnë atë. Jo, i thotë ai si ta lirojnë thotë. Ky do me shpik thotë i fe të re, shqiptarizmën. Se kështu i thonë. Edhe e thresin Asantazin dhe i thonë ti do të krijosh një fe, jo thotë. Bota thotë ka më shumë fe thotë se çka nevojë thotë. Por nuk shpik do t'i fe. Edhe këto që janë shumë ishte ideja. Por unë thotë po flas për shqiptarizmën, për kombin tim që duhet jetë në vete. Edhe i thot Avni Beu, Ismail Xhamali, thot, po si ta lirojnë këtë, si flet ky? Dhe Ismail Xhamali thot, dëgjoj, thot. Ju e dini, thot, që Asantazini është i kokë, ka që madhe, sa që shumë herë gjinja nuk e kupton se çfarë thot. Nuk e ka ky, po e ngatrojnë. Dhe i del garant që ta lirojnë. Lirohet, shkon në Stamboll, dhe dilte rrugëve Stambollit dhe i bënte thirrje zabitëve shqiptar, pra kush ishte do të hajtë bëmi batalion që dalim në mbështetje të Shqipërisë sepse po coptohen atë kohë. Pra një ndër figura. Ka dhe shumë figura tjera që i bëjnë der dhe i bashkojnë kolanës figurat mëdhaja të kombit shqiptar. Po ndoshta u zgjata shumë në këtë pjesë. Shqiptarët e Çamërisë erdhën në Shqipëri, pjesa më e madhe. Në Klogjer ndodh, le të themi, tragjedia tjetër e shqiptarëve të Çamërisë, sepse aty, sapo erdhën në territorin shqiptar, jemi në qeshorin dhe korikun e 1944-s, kohë shumë e nxehtë, dhe për 3 muaj aty ndrojnë jetë kryesisht pleq gra dhe fëmijë, nga smundja dhe nga uria dhe nga pruji, 2900 shqiptarë Çamërisë të tjerë. Ky është vendi që ne kemi ndërtuar varrezat monumentare të Klogjerit, që shkojmë çdo vit të bëjmë peregrinazh. Fillimisht, nga që provokacionet greke vazhdonin 48-a, 49-a, 46-a, ligji i luftës në fuqi, Greqia me pretendimet territoriale që ka sot e kësaj dite, shqiptarët e Çamërisë administrohen nga lidhja e kombeve nga undra, nga pra që të ndihma amerikanët për refugjatët e luftës. Dhe kanë pas këtë status, refugjatë lufte. Bëhet në 1945-ën kongresi para antifashist Çam, që Çam të organizuan dhe le themi krijuan edhe rekordet e masakrës, emrat, pasuritë tjerë. Dhe shumë nga këta shqiptarë të Çamërisë u integruan në partizanët, në qeverinë e kohës, shumë nga ata shkuan pastaj u shkolluan dhe në Bashkimin Sovjetik. Dhe ka qenë një periudhë që shqiptarët e Çamërisë, le të themi, trajtoheshin mirë. Mirë në kushtet kohës ku Shqipëria vetë
ishte e varfër. Pastaj kemi një moment tjetër kulmor në historinë e Çamërisë. Jemi në vitet 58-60, kur Shqipëria doli nga Traktati i Varshavës. Në jug ishte akoma në fuqi ligji i luftës. Jemi para juntës kolonelëve, po pretendimet ishin gjithmonë. Dhe që kjo pyetje fare, po mirë, ne ikëm nga Traktati i Varshavës, po si s'na ofru perëndimi. Sepse është ai lapsi i famshëm që ne ishim 50-50. Nuk na harroj Stalinin kur deshëm u bë Republika e Shtatë e Jugosllavisë. Po u zi Tito me Stalinin që shpëtuam atëherë. Ka dhe një merit madhe rrjeshtimi i Shqipërisë me forcat fituese, pra antifashiste, sepse siç e dini nga historia, në konferencën e paqes të vitit 1946, kryeministri grek Çardarisi ngriti pretendimin që Shqipëria nuk duhet ishte vend mik me aleatët fitues, sepse thanë Shqipëria, ky ishte pretendimi i Greqisë, ka sulmuar Greqinë, pra jo Italia, Shqipëria ka vrarë kaq fshatra kështu ashtu, dhe përdorën një shembull shumë interesant. Presidenti i kohës ka qenë Omer Nishani në atë kohë i Shqipërisë. Dhe nxjerrin testrën e Omer Nishanit që në vitin 1941 a 42 kishte qenë antar i fashës, pra i organizimit të Partisë Fashiste. Dhe thonë, ja, ky ka qenë fashist. Pra janë këta fashistët. Enver Hoxha mban një qëndrim shumë të mirë aty, pra e mbrojti këtë gjë. Dhe janë vënë vetot nga Polonia, nga Ukraina dhe nga Çekoslovakia që kjo mos të bëj fakt. Pra ky ishte, le të themi, një akt shumë i rëndësishëm që siç ju kujtoj edhe tjetrën që nga të gjithë qeveritë në ekzil, Anglia vetëm mbretin zog nuk njohë. Sepse ishte bashkuar me pretendimet greke për Vorë e Pirin që do diskutohesh mas luftës së dytë botërore. Sepse dihet fillimisht mbreti Otto, pastaj ishin lidhur me gjerman, pastaj ishin lidhur me anglezët, pra vazhdonte kjo histori. Vim në këto vite sepse ka prap një moment kulmor për historinë e shqiptarëve të Çamërisë. Enver Hoxha, siç ju thash, kishte frikë nga jugu, pra nga Greqia, dhe deshte të krijonte neutralitetin e Shqipërisë. Pra ne dinim nga Traktati i Varshavës nuk ishim më të mbrojtur. Ju e dini mobilizmin që krijoi baza e Pashalimanit, pra për herë të parë rusët dolën mes dhe flota e 6 amerikane është vendos atëre dhe gjithë Italia është fortifikuar me avianon në këtë kohë. Atëherë çfarë bëri? Inskenoi komplotin e Temesekës. Ishte kundër admiralit flotës në atë kohë. Dhe gjithmonë ai regjim krijonte kështu komplota. I Mehmet Sheut, i këtij, i atit në vite. Çuditërisht, është e vetmi komplot që në propagandë nga vitet 60 dhe sot nuk e njohin si komploti Çam. Pra nuk ishte më komploti i këtij atit Beqir Ballukut, këtë Mehmet Sheut, aça ishin këto me radhë që dolën tradhtar, i nxirrte çdo vit. Temesekovit, ky ishte komploti Çam. Dhe këtu lind ajo që ne u bëm qytetar dorës dytë, pa besë e këto stigmatizimet negative. E kisha pyeti që po ja ta them pse. Pse regjimi komunist? Këtë po të shpjegoj. A është vërtet që i ka trajtuar keq dhe pse arsyeja? Kjo është arsyeja. Pra, që ne shqiptarët e Çamërisë mos bënim atëherë, se i hapim probleme dhe provokoi Greqia për ta sulmuar Shqipërinë, ndërkohë që ne ishim dalë nga Traktati i Varshavës. Ai duhet të denigronte dy popullsi ka denigruar, shqiptarët e Çamërisë dhe edhe kosovarët deri diku. Tani sa e vërtetë është kjo? Po ta them me një shembull tjetër. Nga viti 1960 deri në vitin 2011, po flas 2011 tani, ti nuk ke në shtetin shqiptar prej 50 vjet asnjë funksionar të lartë Çam. Për herë të parë, po dyuja në vitin 2011 bëri kryetarin e shoqatës Çamëria zëvendës ministër të jashtëm. Adrian Tano. Edhe mbas demokracisë nuk ashtu? 2011 apo të them. Vetëm kur u fut po dyuja. Po cila është arsyeja? Pra, për 40 vjet vazhdoi një marginalizim me stigmatizim negativ për këtë popullsi.
Pra s'kishte bënde me regjimin, sepse dhe në demokraci vazhdo vinte gjë. Po sa vazhdon karriera dhe sot na thonë se ky çami. Pra, ne duhet ishim qytetarë dorës dytë. Po arsye s'ma the. Po ta thash për arsyen. Jo, po ma the kështu Që pra edhe herë tjetër. Popullsia çami ishte ajo që mbante gjallë tensionin me Greqinë siç e mban edhe sot, ë? Po. Pra ne kërkojmë drejtat tona me shtetin. Në këtë kohë ndihej shumë i kërcënuar nga shteti grek, dhe ky çfarë bëri? Këtë popullsinë që mund t'i hapte probleme me Greqinë e marginalizoi, e bëri qytetar dorës dytë, nuk shkonë në fakultete, baba imi bëri 2 karamajt me shkollë se jam i viteve vonë, mas vitet 80. Dhe shkroi librin Dy popull miq, bamën, shkoda atje në Dropull e Fkaristoj etj. Duke lënë këtë popullsi të marginalizuar në negativitet. Madje, parulla ishte, këta çamët që ne i pranuam në Shqipëri, do t'ja shisnin Shqipërisë, pra komplotit të Meseko, flotës 6 amerikane. Madje, vitin që kaloi ka qenë 80 vjetori i genocidit me shqiptarët e Çamërisë. Dhe PDU-ja bashkë me Shqipërinë e Çamërisë kanë bërë me 10 aktivitete. Njëri ishte për t'u sjellë këtu sot, shumë interesant. Më ka bërë dhe mu përshtypje. Ne bëm një aktivitet me Institutin e hapjes dosjeve. Dhe unë e falenderoj drejtoresh. Dhe një marrëveshje midis shoqatës Çamëria dhe hapjes dosjeve. Ka qenë tronditse. 200.000 fletë të zbardura, dhe ne po i marrim tani, 200.000 fletë survejim i komunitetit shqiptarëve të Çamërisë. Dhe 110 në rang republike. Në rang republike, pa aq ishim ne. Pra 200.000 fletë. Dhe midis tyre shoh një, siç bën sigurimin shtetit atëherë, një kështu që ifshin direktivat, ë? Dhe direktiva ishte që këto çamët, që ishin tradhtarë të Shqipërisë, pra do ishin flotës 6 amerikane, duhet trajtohen në këtë mënyrë. Dhe aty brenda ka një material shumë interesant në arkivin e shtetit që unë i kam këto, do të dërgoj. Çfarë thotë? Një mbledhje në Patos. Një ndërmarrje në Patos kishte punuar mirë. Edhe shkon një deleguar i Komitetit Qendror, edhe kërkon llogari siç kërkoi që kishin bë planin. Ngre drejtoresha, edhe thot ju të dy aty në fund fare thotë keni fajin. Ata ishin dy të mbaruar, ëh? Po çoni ju thot, pse se keni bë, ju jeni armiq të klasë, ku janë gjëra të tilla. Dhe ky Komiteti Qendror po shkruar kjo. Bëhet kurioz, thotë, ç'i bie në qaf atyre të marrumve atje në fund, s'kan gjendor. I thot, nuk e dini ju thot? Ata janë thot çamët e tradhtarit të Meseko. S'kishin lidhje ato fare. Po. Pra kjo ishte fryma, më që kjo popullsi të ishte e marginalizuar, e veçuar, që mos ngrihej dhe të bënte atë që bëm në 90-ën dhe që po bëjmë deri sot. Prandaj vim në vitet 90, kjo ka qenë gjendja, unë kam përjetuar në shtëpi. Pra, baba im ka qenë më i vogël i 7 kalamajve, sepse çunat e gjasmi, gocat e hallzit nuk u bën dot me shkollë, se nuk shkonin në shkollë. Pra marrë shkollë të mesme, futëm punë se nuk është për ne këtë punë. Dhe punët më të rëndomta, pucar, kështu. Ka këto punë që bësh. Po ku më në veç ata ku shkojnë punësim se ishe çam? Për shumë, baba ime ka akoma në pashaport vendinjen Çamëri, Margëlliç. Pra, dini kush në familje çam. Po kjo ka qenë atmosfera dhe mos ma vjen dyshim se është kështu. Jo, se ka... Jo dyshim, po është kaq kështu sa mos... Unë ndjem keq, kur e shpjegon se s'ka arsye pse të bësh. Po vazhdon sot, pa kjo e punë e Çamërisë, e dëgjoj edhe unë sot që... Nesër. Vin vitet 90. Unë vetë kam qenë student i dhjetorit, ke 300 themelues të PD-s, antar i grevës surisë, sepse ne kishim një, pra ne dinim që ky regjim na kishte trajtuar keq. Dhe shumë herë edhe ne dhe shumë shqiptar ngatruan antikomunizmin me Partinë Demokratike apo Anasjetës. Dhe shoqata mas Partisë Demokratike, që është në 9 dhjetorit, më që në 90, e para shoqat që është krijuar në Shqipëri me 10 janar është shoqata patriotike Çamëria. Me 10 janar dhe të thënjishtë, dhe ka dhe jo me Halil Hyssenin. E kam lexuar. Është bërë PD-ja, është bërë shoqata Çamëria, pastaj kanë vazhduar partitë e tjera. Më shpjegoj, po unë e kam lexuar. Është një eksperiencë e mirë. Dhe atëherë për herë të parë, mas 50 vjetësh, pra
Shoqata Çamëria dhe Komiteti Antifashist Çam. 45-91. Pra për 50 vjet, 60 vjet sa i bie s'kishte më për Çamërinë. Për herë parë këtu organizuan Çamët që filluan ta përmendin Çamërinë dhe filluan, unë e kam quajtur kombëtarizim i çështjes Çam. Pra filluam t'ia shpjegonim shqiptarëve se ç'a ishte Çamëria. Dhe këtu duhet bëj një parantezë që të kuptojmë për masat. Çamëria nga pikpamja gjeografike është 5200 km². 5700 është Kosova, a 7500, 5000. Kam një pra është 5% më pak se Kosova nga pikpamja e sipërfaqes. Duke futur zonën e Çamërisë, Follorinon, Kosturin. Pra nga pikpamja gjeografike është pothuajse sa Kosova. U sakrifikua në vitin e mbrapsht 1913 nga Shqipëria londineze, atëherë Çamëria dhe Kosova për të qenë kjo Shqipëri politike që kemi sot. Pra ne u vram për të mbrojtur kjo Shqipëri që mbeti. Dhe unë jam drejtuar edhe kolegët mi në parlament. Çamëria dhe Kosova u sakrifikua që t'jeni ju sot deputet në parlamentin e Shqipërisë. Pra e paguan shqiptarët, kombi shqiptarë me një sakrificë më direkte familjare për ne që kemi jo në kujtimet, po siç thash, kjo padrejti ka shënjuar jetën tonë, nëse një djalë tjetër Tiranës, unë kam luajtur futboll dhe me Tiranën për shkak, është tamëndorën e famshëm. Kishte një jetë qetë brenda asaj kohe, unë vazhdimisht shifja gjyshen time që qante, megjithëse më ruante nga gjyshen nga cili nga po nga Margëlliçi. Margëlliçi. Edhe njerëz paqes të cilët neve na ruanin edhe nga kjo e masak e rëndimit të vrasjes, po më thoshte gjithmonë, hapte parathire drejtarja të shpëtim. Edhe kishim një kopësht të vogël ne, aty pa shumë të vogël. Thoshte, shpëtim hate këtu, e hypja unë atë, hame nana. E shef këtë koshti ishte kopshti. E kishim në Çamëri sa të shihte syri. Për mrasë shumë dhaja, dhe është fatmirësisht në këmbë shtëpia ime sot, do t'ja jap që ta çfaqë. Thoshte plot me limua, portokale, e gjithë to frutët më të mira të kohës. Sepse ishim edhe në kohën që ishte problem edhe ngrëna. Krijimi i shoqatës Çamëria ishte një moment kulmor në historinë e komunitetit shqiptar të Çamërisë. E para për të sjellë shqiptarëve që Çamëria është një padrejtësi e madhe historike që është bërë kombit shqiptar. Dhe ato burra në ato kushte kanë punuar shumë për ta risjellë këtë gjë. Sigurisht që unë thash që kishte një tendencë të madhe ky komunitet antikomunist. Dhe shumë herë Çamët mbaheshin si të djathtë. Pra antikomunizmi me të djathtë. Dhe kryesisht është vërtet që votonin kryesisht Partinë Demokratike, pra ishin një rrezuar votash i Partisë Demokratike. Në vitin 2004, shoqata Çamëria i adresohet Parlamentit të Shqipërisë të gjithë krahëve, që për herë të parë Parlamenti i Shqipërisë të kishte një rezolut, të miraton një rezolut, ku çtrohej nevoja e zgjidhjes çështjes Çame për çdo qeveri shqiptare. Në fakt, në vitin 92, ne kishim një moment mirë, sepse Parlamenti vitin 1992 e njeh 27 qershorin si ditë e genocidit mbi shqiptarët e Çamërisë. E di se përmend këtë gjë? Është genocid apo në 92 apo genocid? Po do t'i jap se i kam me vete. Pra një si zakonisht thonë masakër. Jo, genocid. Pra kur shpërngulja etnike shoqërohet me vrasje, është genocid. Jo, e di unë që është genocid, po unë them në terminologjinë e politikanëve edhe të mediave, si është trajtuar? Genocid. Genocid. Pra, ose le të themi, zyrtarisht, Parlamenti e ka njohë genocid dhe do ta njohin gjithë tjerë. E di pse ta them këtë gjë? Sepse unë kam që nga viti 2006, që vazhdimisht për 27 qershor, po edhe në raste të tjera, kërkoj 1 minutë heshtje nga Parlamenti i Shqipërisë. Pa përmend emra, më duhet në çdo vit t'i çoj kryetares parlamentit që 27 qershori është ditë e njohur si dita e genocidit mbi shqiptarët e Çamërisë. Pra, gjithmonë edhe ata kanë nevojë sot çuditërisht që ti them ja është ky ligji, se ndryshe pra vazhdon avazi mukës. Mund të vazhdojnë të hezitojnë ta bëjnë këtë gjë. Pavarësisht se ne çdo rast e bëjmë se prandaj jemi aty brenda.
është interesant, i them, po pse keni merak këtë gjë, sepse ja ku është ligji, ja ku është edhe rezoluta që ju detyron ta bëni këtë gjë. Pra këtu jemi, dhe bien dakord me gjithë forcat politike që kjo rezolutë të kalon të Parlamentin e Shqipërisë. Dhe ndodh një gjë pa imagjinueshme sot, që sa herë që i shoh ato pamje, më duket sikur shqiptarët e Çamërisë nuk e kërkuan këtë rezolut tek Parlamenti Shqiptar, po e kërkuan o ke Parlamenti Serb, ose ke Parlamenti Greqisë. Po çfarë ndodhi? Sepse, jo dhe që ajo u miratua nga pikpamja numerike, kryetari i Parlamentit tha u rrëzua, por në dyert e Parlamentit të Shqipërisë, ku ishin mbledh shoqata Çamëria, janë rrahur dhe janë gjakosur nga policia shqiptare. Tja pamjet, shfaqe. Po pse? Po, pse nuk e kuptoj dhe unë. Pra, këta kishin radhë dakord, kishin shku në parlament, gjithë shoqata, gjithë antarët, dhe aty krijohet një tension në moment që u pa që u rrëzu, dhe ja hy policia dhe i gjakos këta. Dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm për të bërë një gjë tjetër. Shoqata Çamëria dhe këta nuk u miratuan atë periudhë. Nuk u miratuan atë periudhë. U miratua më vonë në 2011. Po e kuptoj. Atëherë, shqiptarët e Çamërisë dhe shoqata Çamëria kuptoi që kjo ndodhi në 2004. Ka qenë Servet Pllumbi kryetar parlamenti. Dhe ky tani 58 pro. Nja 4-5 kundra, ca abstenun, rrëzohet. Ndërkohë që me që jam i vjetër në parlament tashmë, gjithmonë ju i kujtohet që në fillim votojmë për prezencën. Votimi i parë është për prezencën. Dhe nëse jam 71 në sallë, 50% plus 1, atëherë votimet vazhdojnë edhe 40 me 30 po të dalë. Po, sa i referoj numrit prezencë. Po pra, prezencë. Pastaj unë s'du me votu, kjo nuk e bën nul. Cila ishte arsye që nuk e, se këta janë shqiptarë? Tani arsye të... Ishte politike apo ishte në koncepti këtyre i nivelit tullet të pjesëmarrësve, të deputetëve, apo ishte politike si... Tani, kjo është histori e gjatë, sepse kjo histori vazhdon çdo ditë për ditë në shfaqje të ndryshme. Kemi një fitore në 2011. Nga intimidimi dhe servilizmi i politikës shqiptare, jo vetëm për çështjen Çame, sa që bëhet fjalë me Greqinë, por Greqia mban akoma një ligj lufte. Dhe u desh PD-ja në vitin që kaloi, mas 84 vjetësh, që Parlamenti i Shqipërisë të miratonte një qëndrim që t'i kërkonte Parlamenti i Greqisë të ishte ligjin e luftës. 25 vjet të luftosh për të... Për atë që është aja e marrëdhënieve të dy vendet dhe thelbi, ishin ligjin e luftës për çfarë po flasim. Në këtë moment, shoqata Çamëria kuptoi dhe kishte pjekurinë për kuptuar që, shiko, duke u lutur herë njërës parë, herë parës tjetër, jo që sfituam gjë, po morëm edhe një ndëshkim të pamerituar për i çështje kombëtare. Po gjatë kësaj kohe, gjatë periudhës nga 90 deri në 2004, a kemi deputet në Parlamentin Shqiptar Çam? Kanë qenë, ka pas një apo dy, kryesisht nga Partitë Demokratike. Nga Partia Demokratike kanë qenë kryesisht. Fillon bëshin aktivitete për çështjen Çame, sigurisht me hapësirë jo të madhe mediatike, me përpjekje shumë të mëdha. Dhe ky ishte moment kulmor, ky i rrëzimit të rezolutës, le të themi Çam. Atëherë shoqata Çamëria vendos që e vetmja rrugë për të shtyr përpara dhe për të trimëruar politikën shqiptare ishte që të ishin brenda politikës shqiptare. Dhe ka qenë vendimi i shoqatës Çamëria, jo imi, që në vitin 2005 krijohet Partia për Drejtësi dhe Integrim. Është krijuar në 2001. Për kanë mundësi të hyrin në parlament si subjekt. Të hyrin në parlament. U futën si subjekt zgjedhor, nuk nxorën dot parlament. Ndërkohë që unë dola deputet për herë të parë në 2005 nga Partia Socialiste. Pra ata kuptuan që duhet jemi politikisht vetë brenda që t'i shtyjmë, se nga jashtë duke u lut njërës palës tjetër, nuk kishte problem. Para se të vazhdojmë te, cili ka qenë arsyeja tek politikanët e lartë asaj periudhe 2005 përpara? Pse ata nuk e kanë parë çështjen Çame, si një çështje të natyrshme për të zgjidhur si vetë shteti, vetë parlamenti. Në fillimet e saj në vitin 91-92, kryeministri Meksi, në takimin me Mitsotakis dhe Sali Berisha është deklaruar, dhe Rami Zalia me Mohamet Kaplanin. Po i kam parasysh ato. Në vitin 1992, në takimin midis kryeministrit Meksi dhe Mitsotakis, Mitsotakis thotë që shiko, këtë çështje ta hapim një çik më vonë, se plagët janë akoma të hapura. Megjithëse plagët ishin tonë.
Madje është rënë dakord që pra ta trajtojmë më vonë, por është rënë dakord që të ngrehen komisionet mikse për ndërtimin e varrezave të partizanëve të rënë në Çamëri. Është rënë dakord. Sigurisht që pyetja është që po mirë, politika shqiptare dhe shteti shqiptar ishte më i fortë në kohën e mbretit Zog, ku sapo ju thashë Medi Frashëri, Rauf Fico, edhe Fanoli më mbrapa, bënin mbrojtje par excellence në lidhjen e kombës, më thonë, në OKB për Çështën Çame. Sot politika shqiptare apo vite më përpara është më e fuqishme se sa shteti i 92-shit, mbante qëndrime dhe rinin përballë. Kjo është një gjë që nuk mund të arsyetohet, por po mundohen. Sidomos mas krizës së vitit 96, ju kujtohet histori mirë. Po, absolutisht. Dhe asaj që ndodhi me Shqipërinë në vitin 97, pra rënies së shtetit shqiptar, pas kësaj Greqia ka pas shumë durët prezente në ekonomi dhe në politikën shqiptare. Pra dobësimi i shtetit shqiptar solli dhe kompleksi, madje në një nga partitë politike në këtë lidhje thotë që morëzuan grekët në 97-ën edhe duhet pas kujdes me ta. Pra vuan nga ky sindrom politika shqiptare. Dobësimi i shtetit shqiptar mas vitit 1997 solli një prezencë të shtuar në ekonomi. Ju e dini, bankat ishin banka greke. AMC-ja e vetmja kompani celular. Në politikë ishte ky kompleksi me disa ministra të cilët zhdukën dhe dosjen Çame e ca gjëra të tjera, nga Ministria e Jashtme. Një ndër ministrat e jashtëm që se unë jam munduar të asistoj të ndihmoj, më thoshte shpëtim, kur kam shku në Ministri të Jashtme, i referohen për shembull zot Bushati, tha kam gjetë një dosje me 2 fletë për Çështën Çame. Imagjinoni? Edhe këto minutazhe që flasim ne, ja kam dhënë unë pastaj, që duhet ishin në rekordet e një shteti normal dhe serioz. Këtu them unë që buron, por trajtoj si justifikim prap, sepse unë gjithmonë e them, një shqiptar që populli i ka dhënë të drejtën që të jetë ministri i jashtëm apo kryeministër, nuk ka ku shkojnë më shumë. Pse kaq, ku do shkojë njeriu? Dhe se kuptoj dot fare se si të jesh në këto pozicione kaq të larta dhe mos mbrosh interesin e kombit tënd që të ka bërë dhe nderin dhe të ka vu atje. Pra, me këtë që thash, nuk po justifikoj. Në këtë desha të thënë. Është kompleks që nuk e di pse nga buron. Nuk gjej arsye qëndësishme. U kryua PDI-ja, pat një aktivitet shumë të mirë, dhe vim në vitin 2009. Në vitin 2009 PDI-ja arriti që të nxjerrte një deputet nga Vlora. Arrita të dalë dhe unë nga Partia Socialiste. Dhe ky ka qenë momenti që unë vendosa përfundimisht që mund të rish në politikën shqiptare, siç rrinë gjithë të tjerë. Ka shumë parti. Të majtë, djathë, pronat. Po besoj që nëse ka një parti e cila ka një arsye pse rrin parlamentin e Shqipërisë dhe ka një kauzë, nga 25 në bën koalicion, nga 70 parti që janë, është Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Unë kam arsyetuar kështu në këtë kohë. Kam qenë komod në Partinë Socialiste për i të vërtetë. Kam qenë drejtuesi i qarkut të Tiranës. Kam qenë antar kryesie. Me thënë drejtë jam deri respektuar. Por kam kuptuar që për shkak të eksperiencës, pra bësha 2 herë deputet, çështja shqiptare Çamërisë kishte nevojë për një prani relevante, edhe me eksperiencë politik, që të potencohej. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse vendosëm të krijojmë Partinë për Drejtësi dhe Unitet në 2009-ën, u bëm me 2 zëra në parlament dhe gjërat ndryshuan, ju e keni parë. Unë për herë të parë kam folur për Çamërinë vitin 2006, fjalimi im i parë në parlament ka qenë për çështjen shqiptare të Çamërisë. Shumë emocion i madh ka qenë. Ka marrë me 10 qindra fjalime, po për mua më i bukur është ai i parë, sa herë që i kthehem vetes time. Dhe ne u bëm subjekt elektoral. Pra, tentuam që të kishim forcë elektorale, dorëm shumë mirë në zgjedhjet lokale të 2011-s, arritëm rreth 64.000 vota. Në 2013 më dorëm me 5 deputet, dhe ishte i forcë shumë e madhe.
Kjo solli edhe një vëmendje të shtuar provum në fokus të shtetit grek, madje Këshilli i Sigurimit në atë kohë i sigurisë kombëtare u mblodh dhe e kishin shqetësim që tani kemi një nga minoritetet dhe 5 nga çamëria. Xhelozuan politikën shqiptare, se po bëshim forcë. Këta u xhelozuan për motive tjera se kishin hënë tortës. Dhe patëm një rezultat shumë të mirë në vitin 2015. Hym fort në reformën territoriale për Bashkinë e Konisporit, e cila nuk ishte në projektin e parë, pra Konispori bashkohej me Finiqin. Dhe kjo do sillte një anomali shumë të madhe jo vetëm për ne shqiptarët e Çamërisë, sepse jo më kot mbreti Zogë quhente Bashkia e Çamërisë, por imagjinoni një gaf shumë e madhe që ne do bënim me duart tona kontinuitetin e Vorë Epirit, sepse nga Greqia do futeshe në një bashki jo më çame, siç ishte Bashkia e Konisporit, po në një bashki minoritare siç ishte Finiqit, që do bashkohej me Dropullin dhe do vinte dhe trekëndçi tjetër me i marrën kjo që po ndodh tani. Her pas here. Dhe unë kam hyrë atëherë në reformën territoriale për Bashkinë e Konisporit dhe për të zgjeruar Bashkinë e Himarës, që mos krijoheshin këto, pra duke vazhduar dhe me pjesën e Labërisë, që mos ndodhte dhe se imagjinoje që mund ta kthej prapë kjo histori. Në vitin 2017 ishte një zgjedhje e çuditshme se Partia Demokratike u bë me Partinë Socialiste, keni parasysh, ju në qeveri, ne ishim vete dhe megjithëse ne morëm 12.500 vota, që për mu nuk janë vota, janë njerëz që janë çunë mëngjes për të votuar PD-un. E di se janë 12.500 vota, më shumë se sa sheshi Skënderbej plot. Pra, ne xhelozuam edhe politikën shqiptare, po rritesh. Në 2017 mandati i Tiranës që ju mor PD-us dhe imi për 25 vota, ndërkohë që mandati i Tiranës i fundit për Partinë Socialiste doli me 10.000 vota, ne nuk e morëm për 12.500 vota. Dhe mas 2017-s, që ne ishim në opozit, ishte shumë e vështirë për ta mbajtur, sepse filluan gjithë partitë e tjera, sidomos Partia Socialiste, mori pothuajse gjithë kryesinë e Partisë PD-us edhe i bëri drejtora, shefa, përgjegjësa në Partinë Socialiste. Në zgjedhjet e 2021-shit, në çdo qark, përpara si fuçin në lista hiç, në çdo qark kishte nga 4-5, këtu ku jemi ne, për shembull, Fieri kishte 8 çam. 8 parti kishin buka i çam. Fieri. Në Vlorë 5, edhe tani 4 ka. Pra gjithë partitë e tjera u turrën tani se marrim çam tani se për çështën çama se flasim. Partia Socialiste këta i mori për të fituar elektorat vet apo ka pasur një qëllim për ta eliminuar partinë çame? Tani nuk mund ta them që edhe si është. Unë mendoj që për pragmatizëm politik, për të ul peshën e PD-us dhe për të rritur tyret, joshëm me pushtet ta në gjë që ndodhë rëndom. Këte duhet të besojmë. Unë këtë besoj. Unë vetë besoj këtë. Dakor. Në 2021 ne u rreshtuam prapë me Partinë Demokratike, dolëm me 3 deputet. Po ndërkohë përveç çështjes çame, mbajtjes gjallë, aktivitete pafund, edhe brenda sallës parlamentit, 24 qershori, java çame, promovimi i librash, protestat kur erdhi ministri i jashtëm grek dhe kemi qenë vazhdimisht relevant dhe prezent në këtë. Kemi bërë tentativë shumë serioze me një studio britanike, sepse donim të kuptonin që a ka zgjidhje nga pikpamja juridike çështja shqiptare e Çamërisë. Me një kompani më të mëdha të njohura për këtë çështje, dhe njeriu të shpërngulit. Dhe në 2016 e morën një urrë rrëfyes se si zgjidhet çështja shqiptare e Çamërisë nga pikpamja juridike dhe legale. Madje kryeavokati i kësaj studio që ka shumë herë në Shqipëri, po që mediat shqiptare e kanë memorien e shkurtër, është pikërisht prokurori i sotëm i Hagës. Ky është lajm. Karim Kam. Është lajm. Po nuk ka qenë i fshehur, kushdo të e shifte. E kuptoj, po pavarësisht Ka dhënë intervista në Shqipëri për çështjen Çama, ka marrë fjalime në kongresin e PD-us, është takuar me kryeministin. Dhe mjafton Google-osh, është po i njëjti që çfarë u arrit prokurori i përgjithshëm i Hagës, sepse çështje të tilla për të adresuar në gjykatat ndërkombëtare, çështja shqiptare e Çamërisë, siç e tham, nuk është thjesht një komuniteti apo një partie. Pra ne shtym, ne majmë gjallë, kjo është çështje që zgjidhet nga ai që është në pushtet. Ka nevojë që shqiptarët e Çamërisë të asistohen nga avokati i shtetit
me që çështja është jashtë Shqipërisë, dhe nga që studio britanike që ka ezauruar nga pikpamje legale drejtës ndërkombëtare, drejtave të njerëzit, që dakordsi që e kemi marrë me fjalë, po deri tani nuk ka funksionuar. Dhe më vjen keq ta them, PDU-ja nuk duhet të ekzistonte si parti politike dhe nuk duhet të ekzistojë në momentin që merr zgjidhje çështja e shqiptarëve të Çamërisë. Pse çështja e shqiptarëve të Çamërisë? Besoj që është e gjithë shqiptarëve. Nga çështja kombëtare shqiptare, e vetmja pjesë e cila e çështja kombëtare shqiptare, e cila nuk ka bërë një progres dhe një zgjidhje, është çështja e shqiptarëve të Çamërisë, sepse fatmirësisht Kosova u bë e pavarur, shqiptarët e Maqedonisë kanë një status shtetformues, ë? Edhe shqiptarët e Malit Zi kanë arritur një lloj progresi, e vetmja pjesë e çështjes kombëtare shqiptare që ka nevojë për mbështetjen e gjithë shqiptarëve dhe të politikës shqiptare që të bëjë progres, është çështja e shqiptarëve të Çamërisë. Një çështje e drejtë, e drejtave të njerëzit, diplomatike, juridike, politike, dhe unë di që politikanët grek i thonë këtyre tanëve që shiko mos ta fol për Çamërinë, pra se ekziston, ndërkohë që unë jam para jush ekzistoj, dhe si deputet, komuniteti ekziston, rekordi historik janë aty, e drejta ekziston. Dhe kur unë i pyes ministrat e të jashtëm, po mirë, ai ju thotë ju megjithëse që ose ekziston. Po ju çai thoni? Sepse që unë që ekzistoj jam përballë jush, jam këtu në parlament, komuniteti është. Rekordet, dokumentat janë. Kush pjesë nuk ekziston? Ekzistenca jonë jemi 300.000. E drejta pronësore, ja ku i kemi tapijat dhe shtëpiat në këmbë. Mund të hajë debat, ajo falje publike që kërkojmë ne, sepse shoqëria greke akoma nuk është kaq emancipuar, sepse për shembull po ju kujtoj. Václav Haveli kërkoi falje publike për atë që kishte ndodhur me gjermanët e Sudetëve. Po të doni ju, po marr një rast që i duket i çuditshëm njerëzve, edhe Hrushchovi ka kërkuar falje publike për atë që i bëri Stalini tartarëve. Sigurisht që do një lloj emancipimi për ta bërë këtë gjë, dhe unë ftoj që politika greke të vijë në këtë kontekst për të mbyllur ca plagë, të cilat po su mbyllën janë aty, shqetësojnë. Pse nuk do harru genocidi? Pse hebrejt e kujtojnë? Që mos ndodhin gjë, mos ndodhin më, padërsi tilla, sepse kur marrëria e nacionalizmit, e urrëties ka shi komshiut, shkon deri në masakra, sigurisht që do ta kujtojmë këtë gjë që mos ndodhi më. Kam një pyetje, jo pa qëllime kam lënë në fund. A mund ta sjellë një statistikë? E besoj që ndoshta ai pa përgatitur për gjëra eksakte, po një statistikë. Cilat janë dëmet që genocidi grek i ka shkaktuar popullit të krahinës të Çamërisë? Si është sasia në player, në njerëz dhe disa informacione që njerëzit të dinë të kenë një koncept për çka bëhet fjalë që folëm deri tani. E para i lindur si Çam dhe i angazhuar dhe politikisht për këtë çështje për 15 vjetësh, nuk më lejohet të jem në padije apo mos jemi sakt. Nga pikpamja gjeografike është 7.500 km, 7.200 km². 7.800 është Kosova. Bashkë me Follorinën dhe Kosturin. Pra bëhet fjalë për një sipërfaqe 5% më pak se Kosova. Në një popullsi e cila janë grabitur, djegur 650 fshatra. Me mira gjë e gjallë, janë humbur jetë njerëzish rreth 20% e popullsisë, është përzën 90% e popullsisë, dhe vazhdojmë të vuajmë pasojë sot të kësaj dite si padrejtësi, si shqetësim njerëzor, po të duash ti edhe se drejtat e njeriut. Babai im, vetëm se ka vendlinje Çamëria aty ka lind, nuk shkon dot atje, sepse sa shohin pasaportën i thon, babai s'ka shkuar asnjëherë në vendlinjen e tij? U bë gjithë këtë kohë që nuk ka shkuar ndonjëherë. E kam thënë herë çeftas nga Italia për të parë dhe nuk ka shkuar më. Po jam me 10 pleq që ndalohen kufi, sepse kanë vendlinjen e tyre në pasaport. Pra,
e drejta e lëvizjes, e drejta e jetës. Ju vetë, keni qenë që shtëpia e babait tuaj? Unë kam qenë për herë të fundit në vitin 2006. Nga 2006, 19 vjet nuk keni shkuar? Jo, nuk kam shkuar. Cila është arsyeja? Për shkak të këtij aktiviteti që po bëj dhe për shkak të një tensioni që krijon gjithmonë sa herë që unë them që duhet të shkoj në krajinë e Çamërisë nga autoritetet greke. Ti nuk e di ndalosh ajo në kufi. Tani, unë kam qenë 16 vjet deputet i Parlamentit të Shqipërisë dhe jam aktualisht. Kam qenë dhe nën kryetar i kuvendit. Dhe sigurisht që sa herë që kam dashur të shkoj, jam munduar që ta bëj këtë në rrugë institucionale në mes ministrisë tonë të jashtme etj. Dhe gjithmonë ka pas ca pengesa, jo siguria, jetës, jo kështu jashtë. Pra, gjithmonë ka një lloj reagimi të tillë. Po besoj që do vi dita që të shkoj dhe unë. Kam një shqetësim që më duhet të çoj të mundsoj më saktë, më përpara që të shkojnë ta pleqt e fundit që kanë mbetur gjallë, sepse nga ana njerëzore ndjem keq edhe ku më thonë çka ke bëj, çka s'ke bëj. Po besoj që s'kemi bërë pak. Jeton në Çamëri? Shumë. Pra, tani, merrni një politikan shqiptar, të cilët shkojnë i bëjnë pushime në Vori dhe në park, se mos mas krizës greke, të 2007-ës, të gjithë atje flasin shqip dhe në dialektin çam. Janë rreth 100.000 sot, dhe më ndodhë rëndomt, më marrin politikanë shqiptarë, thonë, shpëtim po të flas nga Vola, nga park, më marr për pushime, ta të gjithë flasin shqip, dhe tani e kuptojmë ne se çfarë vendi i mrekullueshëm është ky, që lufton ti. Dhe unë jam ngret Parlamentin e Shqipërisë dhe them, po janë kthyer gjithë krishterë. Ashtu janë prapë ortodoks. Por nëse derisa vite më përpara ishin vështirë ta tregonin që ishin shqiptar, tani ja tregojnë lirshëm. Lirshëm, po. Dhe kjo është një lajm i mirë kjo. Dhe unë ngrehem dhe i detohem Kryeministit të Shqipërisë shumë mirë për drejtat e njeriu të minoritetit grek, gjithë minoritetet e tjera. Por pse shteti shqiptar nuk kërkon që shqiptarët e Çamërisë të jenë minoritet shqiptar në Greqi, edhe për reciprocitet? Po, për që duhet ta kërkojmë. Edhe aty të hapim shkolla shqipe. Po a ka ndodhur ndonjëherë? Po ka ndodhur në vitin 1927, pra mas këtyre betejave të Mbretit Zog, në kohën e kryeministit Pangos, shqiptarët morën statusin e minoritetit shqiptar në Greqi dhe u hapën shkollat shqipe atje. Në gjatë bisedës po flasim për genocid. Çfarë kujtoni juve, cilat janë në një diçka që juve keni dëshirë ta ndani me shikuesit si të veçantë? Nga historitë për genocidin. Po, historitë për Çamërinë. Po, historitë për Çamërinë janë pafund. Çamëria, jo një që është një tokë e mrekullueshme, e bukur, e begat, me gjithë to historire që ju thash, dhe që ka dhënë shumë në kolanën e vlerave të kombit shqiptar dhe i bashkohet atyre. Një vend i pasur me histori, me kulturë, që përket se ka një gjë, e dëgjoj shumë rëndom, për shumë duhet të themi termin Çamëri. Ka një shprehje Bismarcku, që thotë, shpreha më e drejtë për drejtë e historisë është gjeografia. Pra, ne dim sot që nuk i ndryshojmë kufit, pas nisë na komplekson dot ne që themi që ku është krijuar bota, ajo ka qenë zonë e banuar nga Pelazgo, Iliro, Epirioto, Molos, Kaon, Thesprot dhe Çam. Këtë s'mund ta ndryshojmë dot, dhe s'mund ta kemi kompleks. Sepse Çamëria plotson hartën identitare të kombit shqiptar. Në të gjithë hartën e vet. I ka dhënë shumë kolanës së vlerave, pra ne jemi pjesë e kulturës dhe historisë dhe pasurisë së kombit shqiptar. E rënduar shumë nga padrejtësitë. Imagjinoni në një moment që të më thuash hajde hikim Detroit, po do lejmë gjithë lekët e gjithë çka kemi këtu, edhe si do ikim, se në këmbë nuk iket, siç kanë ikë ata. Po ku do e flejmë sonte natën, Jo më të mbash familjen, të punosh, të bësh në një vend tjetër. Pra kur filloj imagjinoj se çka ka heq gyshi im, babai im, për të na bërë ne këtë sot, që kanë bërë punët më të rëndomta se u thash ç'a ndodhte në atë regjim. Por që ishin ca burra që kur flisin kishin pesh kur flisnin, dhe që arritën në gjithë këtë kalvar që ju thash unë, jo vetëm të na arrisin ta bënin me shkolla, po të na e mëkonin brenda dhe Çamërinë,
sigurisht që është i gjë e madhe, emocionuese, edhe që unë i respektoj shumë ata. Nëse do të kujtoj historia dhe rrëfenjat, kam dëgjuar shumë. Dhe i instruktuar nga kjo studio britanike, fatmirësisht para 4 vjetëve, kam arritur që të kem rekordet e rreth 28 çamëve të cilët sot nuk jetojnë më. I kemi marrë si provë juridike, që edhe kur ndronin jetë kishin vlerë, dhe sigurisht është drithëruese e i paimagjinueshme se çka kanë heqë dhe përrituar ata. Dhe unë s'duhet ta ngarkoj këtë studion me histori horror, ashtu si gjushja ime nuk më tregonte histori horror për mos të ngarkuar memorien e një fëmijëve, edhe psikikën e një fëmijëve, po më tregonte gjithmonë sa e bukur është qamëria, sa e pasur, etj. etj. Kështu që betejë për qamërinë është betejë për identitetin dhe gjenezën e gjithë shqiptarëve. Pra, ne duhet të performojmë, ne duhet të frymojmë shqip dhe si shqiptar, dhe kur bëhet fjalë për Kosovën, dhe kur bëhet fjalë për shqiptarët e Maqedonisë, dhe për qamërinë, dhe për shqiptarët e Malizit. Se nëse ne nuk e kemi këtë sinergji, do të thotë që kemi akoma një krisi, do të thoja, në atë që quhet ashtë i kombit. Kjo e Rauf Ficës është prapë për t'u treguar. Rauf Fico po diskutojë ndarja e qamërisë, sepse qamëria u vu në sini në kohën që ra Janina, sepse për sa kohë që ishte Janina rrotulloi rreth një qendre. Për shembull, asnjë se tregon në historiografinë shqiptare pse kufiri shqiptar është në kepin e Stillës. Shumë interesant. Shifni në konferencën e Parisit diskutimet e këtyre delegacioneve që thonë, me që ra Janina, pra ne s'kishim më një kryeqendër, atëherë Korfuzi përballë nuk duhet ketë tokë shqiptare, se i humb vlerën. Dhe shifni, fundi Korfuzit është fillimi i kepit Stillës. Në këtë kohë kanë qenë diskutime dhe shkon delegacioni shqiptar, aty ka qenë dhe Rauf Fico. Në atë kohë ministri i jashtëm. Dhe në memuaret e tij ai thotë, shumë herë kjo më mallëngjen, më emocionon. E kam thënë në një fjalim parlamentin e Shqipërisë, ku jam dërsuar kolegëve të mi. Ja kujtoj këtë histori, them Rauf Fico ishte unë gjunjë ministrit të jashtëm italisë dhe i thoshte, mos na e çopton qamërinë, sepse pasardhësit tanë do na gjejnë varr me kokën nga qamëria. Dhe unë pastaj, i them këtyre kolegëve të mi, unë nuk kërkoj që ju t'ulin gjunjë, po të çojmë në këmbë. Kaq. Shumë faleminderit. Dhe tani t'jap mundësinë që të komunikoni mes emocionesh, aty drejtojnë komunitetit shqiptar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, çfarë mundësie si keni politikën tuaj për të dhënë ndihmën e tyre lidhur me çështjen çame, qoftë si organizime shoqërore që ka shumë komuniteti, qoftë si individ që kanë mundësinë në departamentin e shtetit me lidhje senatorësh, kongresmenësh, ashtu si ju e mendoni, urdhoni, kamera është për ju. Faleminderit për mundësinë. Asnjëherë nuk kam vënë dyshim për brezat e tërë të shqiptarëve që kanë jetuar në këtë vend të madh të lirisë, demokracisë, edhe që fatmirësisht nga Zoti është aleati më i madh i shqiptarëve, dhe jo rastësisht. Dhe besoj që çdo shqiptar që është këtu duhet të kujtojë dhe të mbajë me nder atë fjalën që ne kujtojmë gjithmonë. Shqipëri mos ki frikë se i ke djetë në Amerikë. Dhe ky është një letmotiv, besoj që është për çdo shqiptar që jeton këtu në këtë vend të madh të lirisë dhe të mundësive. Sigurisht që siç çështja e shqiptarëve të Kosovës kishte nevojë për gjithë shqiptarët dhe lobimet e burrave të mëdhenj shqiptar këtu e takuam sot e Krembardhën. Ka bërë shumë edhe për demokracinë në Shqipëri, po edhe për ashtu edhe shumë figura të tjera. Dhe fal tyre u bë një lobim shumë i mirë edhe shqiptarët e qamërisë dhe qamëria e tyre, jo imja, ka nevojë që të adresohet mendimën e tyre pikërisht
në këtë vend të madh të lirisë, demokracisë, të drejtësisë, dhe çamëria ka nevojë për gjithë, edhe për shtetet e Amerikës dhe për kudo. Ashtu siç neve dhe shteti shqiptar i detyrohemi shumë diasporës. Mos harroni që sot janë 2.4 milion shqiptarë në Shqipëri dhe 2.3 milion jashtë Shqipërisë. Pra përveç ndarjes në 5 shtete, padrejtisë së vitit 12-s, kemi edhe dy Shqipëri të tjera sot, me shqiptarë që jetojnë në Shqipëri dhe këto jashtë, dhe që shteti shqiptar i detyrohet shumë. Dhe sot ne nuk shoh që të ketë në një parti politike shqiptare përveç PDU-s dhe ta shtelloj në një moment tjetër, një program të qartë se çfarë do të bëjë shteti shqiptar për ta. Është nevojë, është domosdoshmëri, është detyrimi i shtetit shqiptar që t'i adresohet seriozisht për të ruajtur shqiptarët kudo që janë, shkollën shqipe, identitetin, kulturën, gjenezën dhe organizimin për të bërë ata lobusit më të fuqishëm për Shqipërinë, kudo që ata ndodhen. Dhe jo thjesht na sjellin $1 miliard çdo vit në Shqipëri si remitanca, flas për gjithë. Edhe pastaj, duke mos i adresuar asgjë se çfarë do bëjmë shteti shqiptar për diasporën, ti themi hajde votoni që të rrahim njëri tjetrin se kush do fitojë në Shqipëri. Diaspora shqiptare ka nevojë që të trajtohet me respekt, me dinjitet, dhe shteti shqiptar i detyrohet shumë që të ruajnë identitetin, të ruajnë gjuhën shqipe për vete dhe për fëmijët e tyre, kulturën, historinë të organizuar, ta shohim diasporën shqiptare si një mundësi shumë e madhe për të investuar në Shqipëri. Kërkojmë nga mosne që të na vinë për të investuar, po unë shoh progresin kudo. Kanë jo vetëm mundësi financiare, po edhe know-how e duhur për ta bërë këtë gjë. Dhe siç kemi qenë deri tani, për shembull shqetëson fakti që për 2.4 milion shqiptar ka 13 ministri, ka 4 ministra shteti, ka 1.000 institucione, kurse për 2.3 milion shqiptarë që jetojnë jashtë dhe që kontribuojnë kaq shumë për Shqipërinë, ka 0 institucione që t'i adresohen atyre. Dhe prandaj ne kemi rivënë atë që kemi pas dhe arritëm mirë, Ministrinë e Diasporës, po jo kështu siç ishte ajo me 2 veta, por një institucion i fuqishëm që t'i adresohet dhe t'i vinë në ndihmë organizimit të diasporave, ruajtjes së gjuhës shqipe, identitetit kombëtar në breza, dhe t'jenë ata ambasadorët, dhe janë ata praktikisht ambasadorët më të mirë të Shqipërisë, kudo që ata janë. Unë ju falenderoj. Faleminderit. Isha shumë i privilegjuar. Televizori shqiptar të Amerikës i shtuar një vlerë me rrëfimet tuaja, dhe veçanërisht për të plagë të kombit shqiptar që duhet të bëjmë shumë të gjithë, të zhënojnë çdo individ, organizim shoqëror, e pastaj partitë e shtetit kanë detyrime më të mëdha. Për sa kohë që besojmë në Zot, në ndër dhe në komb, gjitha këto kanë shpresë. Me shpresë së bashku të shikohemi përsëri, e do të jem shumë i kënaqur që të bisedojmë dhe për tematika të tjera, të cilat mendoj se komuniteti shqiptar që është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shumë nevojë. Të falenderoj. Edhe unë të falenderoj, edhe për kohën, edhe për mundësinë që më jep që t'i adresohen pikërisht shqiptarëve të Amerikës. Faleminderit. Shikues të nderuar, e falenderoj në emrin tuaj kryetarin e partisë PDU-s, duke i uruar suksese në 11 majin, me qëllim që fitojnë disa vende në parlament, po të jetë më të mirë çështja kombëtare shqiptare. Ju falenderoj për vëmendjen dhe miru pafshim në emision tjetër me të ftuar të radhës për historinë shqiptare. Deri atëherë miru pafshim, faleminderit shumë. Faleminderit. Më mëdheu. Më mëdhe. Quhet tokë. Ku më ka rënur kokë. Kam dashur më me atë. Ku më nje. Dhe guri thatë.
ku kam pasur shtëpin, ku kam njojtur Perëndin. Heu ku jela hut shqiptare, me vargë malet moshatare, zani në porte e paskeruvet, qysh me je gjeto bashe